Mirëmbrëma dhe përshëndetje të nderuar shikues, ju flasim nga studio e Blu Televizion. Nisim sot bisedat politike, zgjedhjet 2025. Do të jemi çdo të martë dhe çdo të mërkurë në mbrëmjet e orës 20. Unë kam kënaqësinë që të ndaj këto takime, këto biseda, temat e diskutimit për zgjedhjet e 11 majit me dy kolegë të mi, me publicist të nderuar të qytetit të Vlorës, Ergjys Salushi dhe Ardi Stefa. Ardi Stefa ish student i dhjetorit, publicist i njohur, mësues. Ergjys Salushi është shumë i njohur në qytet, gazetar, publicist. Ndërkohë që sot në studio përsëri unë kam kënaqësinë që të prezantoj dy të ftuarit tanë, që janë Adi Malaj, kryetari aktual i Partisë Socialiste Dega Vlorë, dhe Atir Doxha, ish kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës. Apo jo? Mirëmbrëma, falenderoj për ftesën. Shumë e saktë. Unë ju falenderoj dhe mirë se erdhët. Jemi në prag të themi fushatës zyrtare për zgjedhjet 2025, edhe pse të dyja subjektet e mëdha politike, Partia Socialiste, Partia Demokratike, i kanë ndezur motorët me kohë, siç ata janë shprehur. E megjithatë, zgjedhjet 2025, listat zgjedhore, listat e deputetëve janë bërë tashmë tema e ditës, kudo flitet vetëm për listat e kandidatëve për deputet. Ndërkohë që ne sot nuk do të diskutojmë listat, sepse presin që ato të dalin nesër, dhe do të flasim për disa çështje të rëndësishme. Partia Demokratike ka kaluar një proces votimi i quajtur primare. Partia Socialiste ka pasur një platformë, deputeti që duam. Ne do të flasim pikërisht për këto platformë dhe proces, cili ishte interesi i të rinjve për t'u afruar në këto platforma dhe në këto procese, si shkuan proceset, dhe më pas do të diskutojmë për votën e diasporës, e cila është për herë të parë dhe është një moment historik, siç është konsideruar nga gjithë shqiptarët, nga politika shqiptare, por dhe qytetarët shqiptarë, pikërisht vota e diasporës. Dhe më pas do të qëndrojmë dhe te koalicionet. Koalicionet zgjedhore, kur tashmë janë të ravizuara, janë 8 të themi subjekte, janë 4 subjekte që garojnë më vete dhe 4 subjekte që janë në koalicion. Do të flasim më gjerë. Atëre, e nisim me deputeti që duam, me Adi Malën, një platformë cili ishte interesi dhe cili do tjetë konkluzioni. Çfarë do të ndodhë me listat? Po. Në fakt do të kisha ishte një sharën këtu si kryetarin aktual të Partisë Demokratike, po nese. Jo, këtë drejt, kryetar me kryetar, por Atir Doxha është dhe fitues në zonë të rëndësishme të primareve. Edhe pastaj është një kryetar që ka udhëhequr Partinë Demokratike të Vlorës në shumë procese. Prandaj dhe ftova Atir Doxhën. Dhe për asnjë arsye tjetër. Jo, nuk kam koment, nëse të ftuarit kanë filluar të bëjnë listën e të ftuarve tuaj, pastaj është partia në pushtet, po jo, ne nuk e lejojmë. Nuk kam koment për këtë. Nuk e lejojmë. Unë siç ju thash edhe juve në fjalën tuaj se kur bë prezantimin thash jeni shumë saktë, pasi unë jam ish kryetari i Partisë Demokratike, jam i dorëshur për shkak të një gare të brendshme. Për primare, po. Nëse zoti Malaj e ka me merak, ju mund ta ftoni zotin Shara edhe mund të bëjë një debat lidhur edhe me patjetër. Do t'i vi radha dhe debatit Malaj dhe Shara. Po. Flasim për deputetin që duam. Çfarë na rezultoi Adi Malaj dhe ku do shkojmë me këtë deputetin që duam? Kur sot ka shumë, domethënë, të reja dhe risi Partia Socialiste me listën e kandidatëve, do të garojnë në listat të mbyllura, në listat të hapura. Ku do të shkojnë ata që ishin te deputeti që duam? Mund të them që kjo ishte një risi e Partisë Socialiste për të marrë njerëz të rinj të cilët kanë qenë pa angazhuar më parë në Partinë Socialiste. Njerëz të rinj të cilët ka kontribuar në fusha të caktuara dhe mund të them që interesi ka qenë shumë i madh, nisur edhe nga aplikimet që ka qenë në platforma dhe midis tyre është bërë një përzgjedhje. Mund të them që ka një bërtham goxha të mirë të cilët do jenë kandidat për deputet në disa qerqe.
Do t'jenë kandidat për deputet. Ndërkohë që tek primaret ne kemi ndjekur një proces votimi dhe po ashtu dhe në gjithë Shqipërinë, Partia Demokratike pati disa lista, pati disa rezultate. Deputeti që duam ne nuk pam gjë. Publiku nuk është njohur. Publiku nuk është njohur sepse janë njerëz të cilët kanë kaluar në një filtr, sepse dhe Partia Socialiste ka organet e saj. Dhe mund të them që si primaret të cilat i organizuar dhe Sali Berishën, i cili ka thënë që nuk ka më sens do me thënë renditja në listë, do me thënë paka shumë atë proces ja i nisi e ka shbërë deri diku. Që nuk shoh që ka në diferencë Partia Demokratike me këtë gjë. Jo diferencë. Gjithsesi ajo ishte garë me vota dhe prandaj është Atir Doxha këtu, që ishte edhe një nga ata që kandidatët e primareve dhe që doli me një rezultat të kënaqshëm. Atir, po me primare, çfarë ndodhi? E para njerë gara, çfarë tregoi, çfarë na dha, çfarë impakti morët ju, që ishit garus, po që keni qenë dhe ish kryetari i Partisë Demokratike. Patëm qefmbetje me njëri tjetrin? Unë e para njerë ju falenderoj sepse kjo është një nga, po themi, kuajt e betejës së Partisë Demokratike, sa i përket përzgjedhjes së kandidatëve për deputet dhe ishte një premtim i mbajtur edhe për shkak të përcaktimeve statutore. Unë do ta hedh poshtë atë që zoti Malaj tha, që ka të bëjë me deklaratat e kryetarit të Partisë Demokratike profesor Dr. Sali Berishës, pasi jo më vonë se sa dje në daljen e tij publike ai ka deklaruar se konsultimet sa i përket përpilimit të listës së kandidatëve për deputet vazhdojnë në kuadër të koalicionit, patjetër edhe me drejtuesit politik, por tha midis të tjerash që lista e kandidatëve për deputet është përcaktuar tashmë nga antarësia. Do të bëhen korektimet përkatëse sa i përket thash vendeve që u takojnë aleatëve apo korektimeve ligjore që ka të bëjë me pjesëmarrjen e përcaktimeve ligjore sa i përket kuotave për vajzat dhe gratë në listat e kandidatëve për deputet, por patjetër edhe ndonjë komunitet i cili mund të jetë i papërfaqësuar në zona të caktuara që ka specifika të caktuara. Sa i përket platformës tjetër që kemi ne përballë kundërshtarit ton, që është deputeti që duam, është një proces totalisht jo transparent, i cili ngelet në dorën e një individi, siç ka ndodhur për çdo çështje në Shqipëri këtu e 12 vite, është rama i që vendos sa i përket përzgjedhjes së listës së kandidatëve për deputet, për kandidatët për kryetar bashkie, emëron kryetarët e partive dhe zoti Malaj është shembulli më konkret, që është një njeri i emëruar, nuk është një njeri i zgjedhur, kur ndërkohë në Partinë Demokratike të gjitha proceset mbas rithemelimit, por edhe më përpara, kanë qenë procese të cilat janë bazuar absolutisht tek vota dhe tek antarësia. Është një risi primare, të cilat ju kanë kaluar të drejtën antarësisë, të cilët duhet të zgjedhin sa i përket preferencave të tyre për kandidatët, për deputet, për zgjedhjet parlamentare të 11 maj, do mendoj që ishte një demonstrim i demokracisë së brendshme në Partinë Demokratike, në të cilën morën pjesë personalitet edhe në listën e kandidatëve, deputet, ish deputet, profesor, pedagog, të rinj, të reja, intelektual, aspirant për të qenë politikanë të ardhme, dhe unë mendoj që ka qenë një, thash dhe një shprehje demokracisë në shkallën sipërore sa u përket partive politike dhe demokracisë në vend. Ju paraqitet mirë në rezultatet e primareve këtu në Vlorë, do t'ju vi keq që ju edhe pse morët një rezultat të mirë, të mos jeni në lista sepse janë aleatët. Për shembull Vangel Dule vjen dhe të zëvendin. Çdo të thotë vjen dhe të zëvendin sepse në kuadër të aleancës që zhvillohet brenda Partisë Demokratike, është një koalicion i gjerë me 26 parti, të cilat në zgjedhjet e fundit të certifikuara mbi bazën e rezultatit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kanë një të tretën e votave në rang vendi. Unë mendoj që koalicioni është një koalicion i gjerë, i cili patjetër që pikësynimin kryesor ka përballjen me regjimin, përballjen me Ramën, me keqeverisje, me korrupsionin, me arrogancën, me tjera si këto, të cilat janë thënë dhe s'të thënë, do vazhdojnë të thuhen sepse ne jemi në një proces parazgjedhor, i cili patjetër që qytetarët kërkojnë të dëgjojnë nga alternativat,
se çfarë ata ofrojnë, por patjetër që unë mendoj që përzgjedhja e kandidatëve për të qenë deputet qoftë edhe aleat është një përzgjedhje e cila synon maksimalizimin e votave, nuk do të më vinte keq nëse do të ishte zoti Duli apo zoti Drizi apo zoti Mediu, sepse kjo është një kalkulim elektoral i cili patjetër që maksimalizon votat dhe nuk bëhet llaf këtu për një vend ulse në kuvendin e Shqipërisë sa i përket Atir Doxhës apo ndokujt nga ata që janë aspirantë, por patjetër mendoj që thash kryetari i Partisë Demokratike edhe në daljen e tij publike të fundit ka deklaruar se lista e kandidatëve për deputet tashmë është hartuar nga antarësia. Do të bëjmë korektime sa i përket edhe këtyre që ju përmendët, sa i përket edhe aleancave. Ergysi komentojmë. Si platforma deputeti që duam, si primaret janë format të zgjedhura nga dy partitë politike, të cilat është e pritshme që mos të kenë opinione pozitive për secilën platformë. Vazhdojnë ashtu si gjithmonë që të hedhin dyshime të ngrënë akuza për mënyrën se si zhvillohen. Platforma deputeti që duam nuk është baza e përzgjedhjes kandidatëve për deputet, është një pjesë e përzgjedhjes, ndërkohë primaret e Partisë Demokratike janë baza e përzgjedhjes kandidatëve, nuk janë primare klasike siç një primare që zhvillohen në Amerikë apo disa shtete ku votojnë edhe kundërshtarët për të parë mbështetjen reale që ka kandidati që përzgjedhet në qytet, ku duhet të zgjedhin edhe antarësia po edhe kundërshtarët e forcës politike. Mendoj janë forma pozitive, forma demokratike, të cilat janë pritur me shumë interes nga opinioni publik, si primare, si dhe deputeti që duam. Është përballje. Ka patur dhe takime publike të platformës, 2-3 për cilë unë i kam ndjekur në tyra kur më zhdën mundësia, kam ndjekur dhe primaret, edhe sepse, në më thënë, personalisht kam menduar që kryetari i PD-s, zoti Hoxha, nuk do të ishte pjesë e garës primare, sepse kontributi që ka dhënë në opozit nuk mund ta lësh ta fusë në një garë që nuk i dihet rezultati, ndërkohë që ka dhënë kontribut në kohën që ka qenë kryetari i Partisë Demokratike në opozit. Gjithsesi ajo ishte një zgjedhje të gjithë dorëheqjen, por mendoj që primaret më të forta mendoj që i ka do t'i ketë Partia Socialiste e cila do t'i ketë në terren, ku shpa dhe lista ku filloi fushata që kandidatë kërkojnë votën e njëritetin në terren, ndryshe nga Partia Demokratike e cila kërkojnë në një sallë të mbyllur, ku pati dhe problematikat e saj, dhe mendoj që kishte element pozitiv dhe në primaret e PD-s, kishte shumë të rinjë të reja, cilët nuk duhet të mërziten dhe nuk duhet vazhdojnë atë kontributin e tyre në Partinë Demokratike, sepse kontributet janë shumë vjeçare, kanë të binë me qëndrimet, me opinionet, me një histori që ka nga mbrapa dhe nuk është një moment që ti vjen tani dhe dua tani. Dhe mendoj që janë të dyja forma pozitive, e rëndësishme është që në fund fare të kemi sa më shumë kandidat që të jetojnë qytet, të jetojnë bashkë me ne këtu në qytet, se sido që të jetë dhe sido që të vi, do i dim problemet edhe në mos kenë mundësit në i zidhin, pak do në i digjojnë. Stefan, si ishe primaret dhe... E para, janë të dy platforma shumë të mira, në të cilat vlenë sepse promovojnë politikanët, promovojnë personat të cilët kanë ambicje ose aspirata për të bërë politikanë. Deputeti që duam ishte një platformë më e gjerë, mendoj ishte një platformë më gjithëpërfshirëse, sepse pati mundësi që në këtë platformë të regjistroheshin jo vetëm antarë të Partisë Socialiste, por edhe qytetarë të tjerë, të cilët mund të kishin ndonjë lloj simpatie, ndonjë lloj angazhimi pranë Partisë Socialiste, por jo aq shumë të spikatur. Ndërsa për sa i përket primareve, edhe në shkrimet e mia të erëpashershme, ku është e bardha mbi zeza mbi të bardhë, më falni, unë jam shprehur që nuk ishte, pavarësisht se janë të mira, pavarësisht se janë shumë të dobishme dhe është një gjë pozitive për jetën dhe demokracinë e brendshme të një partie, unë jam shprehur që nuk ka qenë koha dhe as momenti që Partia Demokratike të kalonte në primare në këtë moment që po flasim, domethënë nuk ishte logjike që Partia Demokratike t'i hynte një garë të brendshme e cila do të lodhte dhe do të stresonte
elektoratin e saj, madje mund të krijonte edhe problematika të ndryshme ndërmjet kandidatëve qevmbetje etj etj. Ndryshe nga Partia Socialiste që e thash dhe pak më herët, një gjë që mua nuk më pëlqeu në primaret e Partisë Demokratike ishte fakti që u futën në garë edhe kryetarët e partisë në përdeg. Gjë që krijoi edhe një lloj ngërçi. Krijoi një lloj ngërçi sepse u detyruan që të japnin dorëheqjen që të futeshin në primare, duke lënë një periudhë vakuumi një Partinë Demokratike, e cila edhe kjo periudhë vakuumi tash me afrimin e fushatës natyrisht i do të ndihet pavarësisht se janë kryetarët dhe janë pjesë e strukturave të Partisë Demokratike, të cilët do të marrin atë postin ose do të marrin drejtimin e fushatës Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, një defekt shumë i madh që unë pash tek listat e primareve të Partisë Demokratike në të gjithë Shqipërinë ishte që lista e primareve ishte një listë krejtësisht politike. Domethënë ishin njerëz politik. Ishin kryetar, ishin sekretar, ishin deputet, ish deputet, etj etj, të cilët u futën në primare. Nuk pash njerëz, shumë pak pash njerëz nga pa funksione, njerëz nga shoqëria civile, shumë pak pash intelektual, të themi, të cilët mund të kenë një bindje të djathtë, por janë të pa angazhuar me Partinë Demokratike, shumë pak pash njerëz të cilët kanë një lloj impakti në shoqëritë dhe sidomos në komunitetet lokale të Shqipërisë, gjë që Partia Demokratike, listën e Partisë Demokratike në primare do ta pasuronte dhe pa diskutim që do t'i jepte një vlerë të shtuar. Ju thash këmbgul te kjo sepse demokracia e brendshme në Partinë Demokratike në një farë mënyrë ose një tjetër u realizua, por u ftua të votonte antarësia për ata njerëz të cilët ishin politik. Dhe në fakt deputetët fituan në vendet e para në primare më shumë, ose figura politike të ekspozuara. Është logjike sepse kryetarët e partive të degëve ishin ata të cilët ishin njerëzit më të promovuar. Prandaj thash që për mua të futej zoti Hoxha në primare apo të futej X apo Y në degët e tjera nuk ishte normale. Është një proces i cili e lodh strukturën. Duket sikur e motivon, duket sikur e angazhon, por që në fakt e lodh. Pse? Mund të krijojë edhe qevmbetje. Mund të ndodhte që zoti Hoxha të dilte i dyti apo i treti. Mund të, për shembull, në qytetin e Vlorës. Çfarë do të ishte kjo? Kjo do të ishte një goditje, pra mund të përcjellë një mesazh i gabuar. Unë prandaj thash që kryetarët e Partisë Demokratike në përdeg nuk duhet që të ishin përfshirë në këtë. Kam diçka lidhur me këtë opinion që dha zoti Stefan. Sa i përket listës dhe kur themi që ishte një listë politike, ne kemi të bëjmë një paszgjedhje të cilat janë zgjedhje politike. Sa i përket figurave, unë duhet ta korrigjoj dhe shpresoj që këtë qenë një lapsus nga zoti Stefan kur thot intelektual. Fjala intelektual nuk e di se ku po themi pikturohet ose ku gjendet tek njerëz të cilët nuk janë brenda Partisë Demokratike, sepse unë jo më kot në fjalën time përmenda pedagog, ne kemi pasur në lista njerëz me titull shkencor që kandidonin. Tani unë nuk e di, domethënë fjala intelektual, kur themi fjala intelektual dhe për post tjerash, unë mendoj që të gjithë ata që kanë ambicie dhe ne duhet të japim forcë partive politike që njerëzit duhet të rrugtojnë në partitë politike dhe jo të vinë të katapultuar në kuadër të argumentet që dha zoti Stefan, sepse nuk mund të vish dhe të jesh kandidat për deputete një forcë politike duke ardhur nga rruga pa patur një ditë të vetme jetë partie. Unë mendoj që pak profil politik. Po patjetër që është profil politik sepse ne këtu nuk kemi në Akademinë e Shkencave, ne kemi një parti politike e cila përballet në zgjedhjet e ardhshme politike dhe do përballet me këtu ka kontributi shkoj historia, shkoj dhe në kuadër të kësaj mendoj që dua ta falenderoj edhe zotin Stefan dhe zotin Anushi të cilët theksuan demokracinë e brendshme në Partinë Demokratike, sepse ne kemi vuajtur, partitë politike kanë vuajtur nga demokracia dhe duke vuajtur nga demokracia e brendshme në partitë politike, më pas në qeverisje përkthehet në të njëjtin formë, siç po përkthehet sot në qeverisjen e vendit në një arrogancë, në një njerëz që vendos
individi e vendos unë i një personi. Pra, partia e ta mbaroj së ndërprer. Jo, nuk jam në kundërshtim me linjën e mendimit tënd, thjesht do të saksoj diçka. Partit politike, prandaj ju më kot theksova edhe në fjalën time që kryetari i Partisë Demokratike ka thënë që do bëhen korrektimet e nevojshme dhe kjo mund të jetë dhe kjo që thoni ju mund të ketë publicist, mund të ketë gazetar të cilët me qëndrimet e tyre kanë qenë pranë opozitës, kanë shprehur mendimin e tyre pranë opozitarizmit, mund të jenë pjesë e listave të Partisë Demokratike. Ne këtu gjithmonë kemi ngellur në kuadër të diskutimeve dhe kalkulimeve brenda listave të mbyllura. Prandaj ne jemi sot duke diskutuar që Partia Demokratike bëri një palë primare në të cilat morën pjesë persona politik, kryetarët, sekretarët, deputet, ish deputet, patjetër që këta do marrin pjesë dhe ne nuk mund t'u ndalojmë. Ama ju duhet të theksoni edhe diçka tjetër, që në këtë garë, për cilën unë nuk jam dakord dhe kam thënë fjalën time, në këtë garë nuk u ndalua askush që të garonte. Po pikërisht kjo ishte cilësia e përfaqësimit në ato primare. Duhet të kuptojmë edhe ndjeshmërinë që ka strukturat e partive politike, si Partia Socialiste ashtu edhe Partia Demokratike. Në momentin që përpara strukturës paraqitet një njeri i cili ka rrugtuar me ta, rastim konkret, ka rrugtuar me ta prej shumë vitesh në opozitë, ka bërë betejë, ka bërë protesta, ka bërë opozitë në qytete të tjera, patjetër që ata nuk mund të shmangen nga evidentimi i njerëzve të cilët kanë rrugtuar së bashku me ta. Dhe do ishte po themi, do ishte pak absurde që strukturat e partisë apo antarët e partisë të tentonin të zgjidhin njerëz të cilët vinin rishtazi në Partinë Demokratike. Kjo dhe mund të ndodhte, edhe mund të ndodhi në të ardhmen, patjetër që primaret vetë në vetvete, unë mendoj që thelbin e tyre e kanë arritur, atë rezultati i tyre ka qenë, unë do të thash është një shprehje e demokracisë në Shqipëri të paktën deri tani nuk është parë ndonjëherë. Kanë marrë pjesë 51.000 antarë të Partisë Demokratike, është një numër i konsiderueshëm antarësh të Partisë Demokratike, por patjetër edhe votues të nesër në 11 maj. Unë doja që të saksoja diçka këtu. Kur unë them për intelektual, nuk po flas për njerëz të cilët kanë një shkollë të lartë, janë pedagog diku apo janë pedagog atje. Domethënë, unë thash, duhet të ketë përfaqësues nga shoqëria civile, sepse kemi edhe persona të tjerë të cilët mund të jenë në një fushë të caktuar të spikatur. Këta unë nuk i pash në listë. Unë në listë përkundrazi, po unë dua të marr, nuk dua që të flas me emra, po unë dua që të them për shembull për mua listat e primareve në Partinë Demokratike mu duk se ishin bërë thjesht dhe vetëm për të dalë disa persona. Thjesht dhe vetëm normalisht që duhet dilni ato. Që duhet dilni. Pra ishin disa lista të cilat ishin lista të dobta. Të cilat po do ta them sepse kishte njerëz, sepse ne pam me qytetarët e atyre që ishin përballë atyre që do dilnin. Po pikërisht, me logjikë ata duhet dilnin. Jo vetëm, po pikërisht, jo vetëm për atë, pra ishin disa lista të bëra me një synim të caktuar. Për mua një problem shumë i madh në primaret që u bën në para një javë 10 ditësh kur ishte problemi që u turrën disa njerëz të merrnin pjesë në këto primare, të cilët siç e thatë dhe ju dhe unë jam totalisht kundër, të cilët me një vit jetë në parti u futën dhe kërkonin të bëheshin kandidat për deputet. E kuptoni se sa shumë më shulur steka e përfaqësimit të deputet. Zoti Stefa, kur thoni duhet të marrin pjesë intelektual, pastaj njerëz që u jo, turrën. Në lista politike thash. Në ata përfaqësues politik, po primare politike janë, këto janë për përzgjedhjen. Po s'mund të futet në listën për deputet një person që ka një vit kontribut në parti. Sa do i afirmuar të jetë. Ore, nuk mund të futet dot. Pa diskutim që duhet të ketë gërshetim të rinjve me brezin e krive, brezin e vjetër. Nuk mund të prevaloj këtu, po themi, ajo ideja që nuk arriti qëllimi, sepse ne mund të themi që në të ardhmen këto primare mund të kenë disa kritere për pjesëmarrjen e njerëzve. Po pra, momenti që u zhvilluar këto primare, zoti Hoxha them që ishte i gabuar, sepse duhej kaluar një filtr shumë e madh dhe disa muaj përpara. Tash u bën, do bëhen prapë e para po u bën me prapë të themi prapë nga e para, dhe ishte një proces votimi një përballje. Zoti Hoxha tha nuk shpar ndonjë në garë të tillë. Ja ka bërë gara PS-ja. Primare kemi bërë kanë fjet njerëz që mikuti votimin gjithnatë. Po jo kanë qenë, shikoj, ato kanë qenë, unë di se ne kemi bërë gara, nuk është se ka bërë vetëm Partia Socialiste. Juve vonë keni filluar atë. Jo, ne kemi bërë gara gjithmonë dhe unë mund t'u marr. Historikisht garat e bashkë kemi filluar vonë. Unë mund t'u marr me vite garat e brendshme duke filluar të paktën nga ai vit që unë kam filluar të marr pjesë Partinë Demokratike, kam qenë moshë 15 vjeç. I ka lënë PS-ja tani dhe i ka marr PT-ja. Jo, në PS ka marr fund gara, nuk ekziston më
gara, është vendimarrja e unit. Dhe unë mund t'ua them me siguri që Partia Demokratike e ka çuar më tej demokratizimin, duke vajtur tek një antar një vot, sepse unë jam shembulli që jam zgjedhur me një antar një vot dhe nuk kam marrë pjesë 900 veta kur jam votuar. Nuk kanë marrë pjesë ata me delegatë, se unë e di për çfarë ke fjalën ti. Kemi bërë dhe ne gara të brendshme. Zoti Deromema me zotin Nika, kemi bërë ne zoti Kollozi me zotin Shara, kanë qenë gara me delegatë që organizoheshin në seksione ose organizata socialiste. Janë bërë gara. Janë bërë, po jo në këtë format, që ti, domethënë ti nuk e kontrollon dot më garën, sepse ato deri diku ishin gara të lehtëzuara, pavarësisht se ishin me përplasje dhe ti e di kujt do vetë ti kërkoje votën, kurse sot ti ke një listë me 1500 antarë dhe të vinë të votojnë 900 antarë. E lexuar ishte, e lexuar. Unë e di kush do ftonte. Ju e lexoni duke parë Curin në qytet, jo antarët. Unë e di 400 e parë kush do dilte, realisht. Po të më kishin pyetur do i thosh do i pe emrat. Po. Edhe kam thënë emrat, sepse jo për indujit, po normalisht ata 4 emrat u takonte realisht. Edhe pse dolën nga atëre dhe Tarsia nuk ka gabuar, da? Tarsia nuk ka gabuar. Jo, nuk ka gabuar, po atëherë kur zgabojmë ne që jemi qytet i jashtëm. Po primaret më të mira janë që gara të zhvillohet edhe jashtë. Janë dakord. Edhe me kundërshtarin. Janë dakord. Lore Putin e votimit në Vallë Turrës do shkoj të votoj çdo qytetar që mendon një rast. Ka një gjë, dhe kjo se kjo tani nuk duhet të keq interpretuar demokracia me shpërbërje të proceseve. Se në momentin që ti ke vendosur që të kesh përfaqësi politike, ti nuk mund ta vendosësh ku ti në sheshin e flamur. Jam dakord me ty që ajo është shpreha më e lartë e demokracisë, po ajo është kur janë zgjedhje. Sepse një palë ka ekipin e tij, jo, dakord. Çdo proces ka rregull, ka disiplinë. Unë mendoj që sa herë të zhvillohen, aq herë do ketë konstatime të pasaktësive dhe aq herë do të ketë edhe korrektime të pasaktësive. Por mendoj që në këtë hap që është sot demokracia në vend dhe sidomos në partitë e brendshme, do presim belesë. Po. Jo, të ndryj dhe një diçka dhe nuk do t'ju markohen. Shiko, unë thash pak më parë që ishin lista të dobta. Po të marrim listën e Vlorës dhe të lutem më kundërshto, a kishte kuptim që të bëheshin primaret në Vlorë? Si në ç'kuptim a kishin? Po, s'kishte kuptim sepse në primare për qarkun e Vlorës apo për qarkun e Vlorës. Unë po flas për qarkun e Vlorës. Për qarkun e Vlorës. Kishim një listë me 13 veta. Nuk është më shumë, prandaj thotë që kishim 13 veta. Jo, kishim 13 veta. Kishim një drejtues politik i cili nuk votoi, nuk kalonte primare, kishim një aleat, kishim dhe një nga aleatët e tjerë të PAS që janë këta, kishim edhe të tjerë, domethënë lista me 16 veta u bë. A kishte kuptim që të bëheshin primaret në Vlorë? Ka kuptim, ja ta them unë pse. Ka kuptim. Edhe për ta rrëzuar më një herë, edhe me që ju e thoni. Sepse në këto primare kishte edhe një prag i cili duhet kaluar. Dhe po të lexoni, ky prag nuk është kaluar nga të gjithë. Pastaj është pragu 162. Ja ju a them unë. Jo, doli më 172. Ai është një foto vota të janë kanë ndërkohë deputet. Po mund të ndodhi çështje të tjera, as flas për Vlorën. Po le ne do bëhemi komentues të portaleve tani, ju lexoni portalet. Po jo portale, jo. Po ku e keni listën e që keni ardhur në konkluzionin që do ketë kandidat me 32 vota. Primare kush do dilte, ne bashkojmë diçka, çfarë shojmë. Unë mendoj që ju të na thrisni dhe të diskutojmë mbrapa që janë zbatuar apo jo primare, por në këtë fazë që jemi ne, këtu jemi në kuadër të diskutimit të procesit. Nuk kemi në kuadër të sa vota mori njëri dhe si do jeti pozicion në listë. Unë po ju them tani se meqenëse tha zoti Stefa, po ju them që në këto primare kishte edhe një formulë kalkulimi, në të cilin kandidatët duhet merrnin një sasi të caktuar votash që dilte mbi bazën e formulës të përllogaritur mbi numrin e antarëve votues të Partisë Demokratike dhe numrin të kandidatëve. Në qarkun ton ka qenë 172 vota. Për shkak të skualifikimit të një kutie në Konispol, pragu është ulur në 162 vota. Dhe të gjithë kandidatët që nuk e kanë marrë këtë sasi votash konsiderojnë që nuk kanë kaluar në fazën tjetër. Pastaj është punë e brendshme e Partisë Demokratike, a do t'i marrin në konsiderat këta kandidatë apo jo për të rrëzuar atë që tha zoti Stefa që lista ishte xha e konturuar. Nuk është e konturuar sepse nga këto primare vetëm 4 veta e kanë kaluar pragun për në fazën e dytë të selektimit për nuk është problematike kjo? Lista për deputet kishte. Po pra, lista për deputet po i them. Kjo nuk është problematike. Të mbyllurit dihet kush janë në Vlorë. Dhe një herë,
Tani, prandaj thashë se ne gjithmonë Ne t'i japun ne më kush janë katër në zonë. Nesër kur të dalim, ke të drejtë. Nesër do flasim për listën. Për të rrëzuar atë që thot zoti Stefa, që me thënë lista paraprakisht ishte e konturuar. Nuk është e konturuar sepse në moment që kalojnë 4, do dhe 4 që janë të mbyllur 8. Atëherë ne në listën prej 16 vetash që do duhet që Partia Demokratike dhe koalicioni për Shqipërinë Madhështore të depozitojnë nesër në orën 12:00, do duhet që ta plotësojë me 8 të tjerë. Me këtë logjik po, kjo është. Po dakord, po këta është koalicioni që është bërë me këto parti të vogla. Po ju nuk e kuptoni madhështi se jeni në guackat e pushtetit edhe të atyre zyrave luksoze me që janë të shtyra në korrupsion. Ju nuk arrini do ta kuptoni ku është madhështia. Ne kemi me qytetarët, se kemi me ju. Me qytetarët e kemi ne, sepse unë e kuptoj që ju qytetarët duke zënë tashmë. Na ka përzënë se unë nuk kam marrë mandate. Se unë këtë debatin këtu me juve e bëj kur të doni, po mua më kaftuar zonja Frosina për bërë debat konstruktiv, edhe për mos ta kaluar në ku e la Frosa. Po një pyetje zoti Hoxha. Nga do zgjidhen këta 8 se do skualifikohen 8 nga këta sa që do skualifikohen. Të lutem, mos nuk keq citosh, dua të jem korrekt. Po këta unë kam kolegë ata që kanë. Po patjetër, këta 8. Ata që garojnë din edhe që do ketë kalkulim të këtyre votave. Po këta 8 nga do vinë. Po ata 8 mund të jenë vetë sheri, mund të jetë zoti Stefa, mund të jenë Jo, si unë s'do ta piqesh rake me këta persona tash. Zoti Stefa, të lutem, ka mundësi se unë tani ta kanë koalicion me korrupsion, prandaj aty koalicion me qytetarët. Po tani ti ke 3 mandate, ti ke një qeveri të tërë mandate, numri 2 të Partisë Demokratike, numri 2 të Partisë Socialiste, ne ke basekura. Po flas me zoti Stefa, ti do të bësh zhurmuesi. Po zoti Stefa, do shosh me fjalë. Na bëri pak për të qeshur ajo, figura e Jelisherit e Cianca Kompaniera. Nuk e keni me shef koalicionin e Xheru. Atyre është një gjë, më fal. Janë shumë parti që ne nuk i dëgjojmë çfarë aktiviteti kanë, si ato zhvillojnë takimet me qytetarët dhe dalin tani në zgjedhje, në prag zgjedhjesh, dalin me emra që ekzistokan si parti dhe futen në një koalicion të madh që Berisha është një lider demokrat historik dhe fut në këtë. Po kush është ai? Po si? Po pse duhet të jetë ai? Jenisheri, çfarë është ai? Po çaj u Jo pra, se po flasim për atë që bëjmë politikë. Na i ulën nivelin e bisedës, na i bësi bisedë kafene, çfarë kemi me Jenisher? Këto janë kalkulime të partive politike. Partia Demokratike më poshtë për koalicion. Tani po doni muhabet brenda koalicion Partisë Demokratike ke dhe PD-un, ke dhe PBD-n. Po pse çka ka PBD-n dhe PD-un? Janë të dy kundërshtar. Gjithsesi do flasim me to janë mundësitë e komunizmit, janë kundërshtar. Janë shfaqur këto kundërshtar në shfaqur po më thoni ju si moderatorë gazetare janë shfaqur ata si kundërshtar në politikën shqiptare. Megjithatë, gjithsesi do flasim për koalicion. Kishin thënë të fundit dhe bën koalicion. Po ashtu si dhe me Berishën. Po prandaj, kështu që pse morë për shembull PD-n me PD-n se kuptova do. Çështje pak më çfarë çështje më thoni ju kush janë çështjet? Është kjo çështje në Çame. Po? Ke edhe çfarë çështje? Si? Çfarë çështje? PD-n që ka drejtat e njeriu që përfaqëson palën tjetër. Kë palë tjetër? Palën tjetër pra. Po nëse nuk do të fulet minoritet këtu, minoritet, nuk përfaqëson minoritet, nuk është parti që përfaqëson. Janë parti shqiptare këto dyja, janë parti shqiptare. Jeni të keq informuar, janë parti shqiptare. Dhe drejtuesi janë të keq drejtojnë, mos u ngartroni me këto muhabete se na dëgjojnë qytetarët. Janë dy parti politike në territorin e Republikës së Shqipërisë që përfaqësojnë nuk ka marrë bëj të bëj bisedë, nuk ka marrë bëj. Doni të bërtasim, më të bërtasim. Po po ju them dhe një. Vota e diasporës. Tu futet në një rrugë pa krye. Jo, se në fakt anademua dy parti politike, të cilat janë parti parlamentare me përfaqësues të tyre, me elektorat të tyre dhe nuk e kuptova dot kush ishte qëllimi juaj për të thënë. Që PD-ja me PPD-shin se nuk mund të ishin bashkë.
Pse nuk mund të ishin Ka bashkë? programe shumë ndryshme nga njëra tjetra. Po kur ishin në 2013 me Ramën, kishin programe të njëjta? S'ke patur ti në në Vlorës, jo më në Po çfarë ka qarku Vlorës të zotri, po flasim për koalicion me bashkë. Koalicion, në 2013. Do të Do kalojmë të koalicion. nuk jemi te koalicioni. Okej. Unë jam i gatshëm të përgjigjem, meqense thash për unë i kam kolegë, kanë garuar dhe kanë ditur që në këtë proces, në procesin e primare, do të kishte një prag për të kaluar, që ti të vazhdoje në fazën e dytë të përzgjedhjes. Ka qenë shumë e qartë ideja. Nëse Partia Demokratike do të vlerësojë që këta kandidatë, të cilët mund të mos të kanë kaluar pragun për 10 vota apo për 20 vota, por janë të vlefshëm për Partinë Demokratike, për terenin në të cilin Partia Demokratike do të përballet me kundërshtarin, unë mendoj që këta janë në të drejtën e tyre që të vazhdojnë dhe Partia Demokratike, Kërësia dhe Këshilli Kombëtar të ri përzgjedhje për të qenë pjesë e saj. Por nuk është dhe ndonjë hata e madhe nëse nuk do të përzgjidhen për të vazhduar dhe do gjenden alternativa të tjera midis të cilëve edhe këta që ju përmendën. Është një provë, është një garë që secili sheh veten. Njerëz të spikatur në jetën shoqërore. Është e vërtet. Ajo është e rëndësishme sepse në fund fundit të gjithë shohin veten ku janë dhe përballen nesër në sfida më të mëdha. Gjithsesi, do të shkojmë pak tek vota e diasporës dhe do të mbetemi aty, pastaj do të kemi një ndërprerje publicitare për të shkuar te koalicioni. Atëherë flasim pak për diasporën. Dhe Atir Doxha dhe Adi Malaj kanë qenë me grupet e tyre në jashtë vendit, në diasporë. Çfarë impakti morët, çfarë u ofruat ju që jeni në pushtet dhe ata që e luftojnë pushtetin? Që vota e diasporës ishte inicia e Partisë Socialiste. Iniciuar nga Partia Socialiste që sot emigrantët votojnë. Kanë të drejtën e tyre të votojnë atje ku jetojnë. E para. E vendosën të dy palët. Të dy palët. Nga Partia Socialiste se kanë dashur. Firmosën të dy palët. Iniciativë e Partisë Socialiste. Absolutisht, është e pavërtet. Është shumë e vërtetë. Megjithatë, ju keni gjithë të drejtën për të thënë se na dëgjojnë qytetarët, edhe gazetarët, edhe opinionistët që e kanë ndjekur procesin e dinë shumë mirë se si ka ecur. Ka iniciuar Partia Socialiste. Nesër vazhdojmë. Ne kemi qenë diasporë, si në Itali, si në Greqi, ku pjesa më e madhe e migrantëve jetojnë në këto dy shtete. Mund të them që në takimet që ne kemi bërë si Parti Socialiste, kemi pasur goxha takime të frytshme dhe kemi diskutuar me qytetarët për problematikat që ata e shqetësojnë dhe në vendin ku ata jetojnë. Dhe një nga arritjet e kësaj qeverie, mund të them, është dhe pensionet, Marrëveshja për pensionet me Italinë, e cila ka filluar të zbatohet. Shumë shpejt dhe me shtetin grek. Kështu që kjo është një arritje shumë e madhe dhe për emigrantët shqiptar që jetojnë. Nëse do më fal, do të ndërpres pak kur të jetë puna për marrëveshjen me pensioneve me Greqinë. O e di unë se si është situata ose di njeri. Dhe di dhe faktin që në atë draft marrëveshje që është propozuar, ti dhe cilat janë defektet. Dhe qarë shtresa të emigrantëve janë... Ato janë të pritshme. Ato janë të pritshme. Jo, përkundrazi, ka disa aspektet e tjera, por që do i diskutojmë kur të vikoa, nuk është sot. Ishtë ratifikuar ka filluar, që që... Malaj, kishte kritika nga emigrantët? Po dëgjoj, Për kritika... qeverisjen tuaj, për problematikat e tyre. E pra, po cila ishte përballja? Përballja jo. Çfarë ju thatë ju? Çfarë ju ofruat ju? Ideja është që emigrantët e shohin sa herë vinë në Shqipëri për pushime, shohin ndryshimin nga viti në vit. Dhe kjo është gjë e dukshme, nuk është gjë që e thot kryetari i Partisë Socialiste të Vlorës, se mund të flasin edhe për qytetin këtu. Është gjë e dukshme. Kjo që emigrantët e shohin zhvillimin nga viti në vit në qeverisjen e kësaj qeverie. Ndërkohë që dhe ju Atirt kështu thatë që zhvilluam takime dhe ishin të frytshme. Ne fatkeqësisht me thënë drejtën që të jemi pak edhe korrekt me ato që citojmë, nuk kemi parë në asnjë nga ato takime që kemi zhvilluar në një entuziazëm ndaj qeverisjes. Njerëzit të cilët kanë vendosur të largohen nga vendi, unë mendoj që në çdo moment të ditës edhe në darkë ku shkojnë për të ushtrirë, pasi kanë punuar edhe kanë zhvilluar aktivitetet e tyre aty ku jetojnë jashtë vendit, një fije mendimi u shkon për vendin e tyre të cilin e kanë lënë. Në këto 12 vite të qeverisje të Partisë Socialiste, vetëm në 10 vitet e fundit, zonja Frosina janë larguar 1.1 milion njerëz. Dhe unë nuk mendoj që këta 1.1 milion njerëz kanë arsye për të qenë mirëpritës me partinë e Zotit Malaj apo me ata të cilët e kanë shoqëruar Zotin Malaj. Mendoj që emigrantët e kanë vendosur tashmë se çfarë do të bëjnë, do të jenë madje një forcë shumë madhore
sa i përket rotacionit politik në Shqipëri, sepse ato që thot Zoti Malaj, që vinë dhe shikojnë këtu që është zbukuruar një rrugë me pemë, nuk u përkthen dot tek pensionet e prindërve, tek shëndetësia, tek regjistrimi i pronave, tek papunësia e cila i ka detyruar të largohen jashtë vendit. Për postë të tjera, shumë mendoj që Partia Demokratike në paketën e saj të emergjencës ka një pikë kyçe sa i përket emigrantëve dhe tentativës për t'i rikthyer ata në vendin e tyre, dhe është një premtim shumë real që ka të bëjë me çdo iniciativë të çdo emigrant i cili ndodhet jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, që nëse do të rikthehet për të investuar në Shqipëri apo për të hapur një biznes, 5 vitet e para të zhvillimit të biznesit të tij, në programin e Partisë Demokratike është premtuar për emigrantët që do të jenë zero taksë. Përpos kësaj do të ketë lehtësi të tjera të cilat kanë të bëjnë me banesat sociale, të cilat këta do të kenë përsëri prioritet në momentin e rikthimit, sepse ju e keni parë tashmë që për shkak të korrupsionit, legëve të drogës e të tjera si këto, çmimet e apartamenteve në qytetin ton kanë kapur shifra rekord deri në 4.000 euro, dhe imagjinoni ju tani një çift i ri apo një çift, po themi, ndofta edhe më fal që të ndërpërsi, më fal investimeve, gjithë rritja e çmimeve sepse nuk mendoj në kohën tuaj më para. Po fal investimeve, patjetër. Këto investime private, zoti Malaj, nuk janë investime të qeverisë. Investime shtetërore. Por çmimi 4.000 euro për metër katror i apartamentit nuk është fal qeverisë, është si ata them unë, janë lekë të drogës dhe të korrupsionit, të cilat investohen në ndërtesa shumë kaçe dhe në pulla të cilat pritën shumë shpejt. Po nuk i blen njeriu, këtu po dua të them, janë investime të cilat ngurcohen paratë e korrupsionit dhe të drogës, dhe nuk i blen njeriu. Mirë, po ta mbarojmë të dyra. Po kjo është agent imobiliar. Ora vjen keq, pse ke vendosur që të bësh? Dhe ke shumë të huaj që kanë shtrohur interes shumë të huaj. Vazhdoni juve me jetoni në ëndrat tuaja. Si janë ëndra në realitet? Po mirë, në shkoj komuniteti italian. Komuniteti italian ka ardhur për efektin e mospagimit të taksave në Itali dhe vinë marrin pensionin e bëjnë rezidencën. Po nuk kanë blerë shtëpi aty, po letaj ta mbarojmë. Kjo është pjesë e programeve të partive pastaj. Kjo mbetet një pjesë e programeve të partive që të na ikin rinia dhe të na vinë pensionistët italianë. Kjo është pjesë e programit ato që ofron Berisha, ato që premton Berisha. Tani dhe një herë për diasporë. Dua vetëm një mirëkuptim nga ana juaj. Nuk dua që të më ndërprisni. Nëse do më ndërprisni, pastaj ne do bëjmë kakofonie dhe qytetarët që na ndjekin do thonë ja politika e vjetër, ne jemi të dy të rinj dhe ky zotëria që është në krahun tënd është i ri në politikë, mirë është që ne të dëgjojmë nga qytetarët dhe për ato çka kemi për të thënë, dhe të na gjykojnë ata pas se nuk kemi ardhur për të bërë zhurmusin këtu. Tani po thosha për të rikthyer të argumenti. Emigrantët, kudo që kemi shkuar, është realisht për të ardhur keq që kemi gjetur moshën më të re, moshën më vitale që është jashtë shtetit dhe punon. Dhe atje kanë ndërtuar jetën dhe të gjithë kanë lënë këtu prindrit, kanë lënë gjyshit, kanë lënë familjarët e tyre, të cilët, thash dhe njerë, përjetojnë keq qeverisja e Ramës prej 12 vitesh. Nuk ka një rritje pensioni, nuk ka një rritje rroge, shkollat janë zbrazur shkolla, shëndetësia është për tokë dhe është për faqe të zezë, ke frikë që të kesh një fëmijë apo një familjar të sëmur. Po të lutem mua tani mund të kërkova që të mirë kuptohemi mos ndërhyjë por çka ke të zakonit. Si reale veç po thua. Po nuk donte figurë të bukur dhe për qytetarët tani kur zëryr. Të lutem mund ta mbaroj argumentin ke gjithë të drejtë pastaj thoj tënde. Çfarë problemi ka se marr vesh? Dhe po thosha që këto janë gjithë to argumenta për cilat ne kemi gjetur një situatë në emigracion e cila të vjen, thash dhe një të vjen shumë keq që njerëz të cilët mund të kishim këtu jetë aktive, të zhvillonin bizneset, mosha më aktive, ka emigruar dhe po zhvilluar jetën e saj në territorin jashtë Republikës së Shqipërisë. Të gjithë ata që kemi takuar, familjarët të tyre janë absolutisht shumë aktiv, mbi të cilët ne kemi pas kontakte për të regjistruar dhe janë regjistruar, ashtu siç tha edhe zotëria, pjesa kryesore e emigrantëve të cilët janë regjistruar në qarkun e Vlorës, jetojnë në shtetin grek dhe në shtetin italian. Pjesa më e madhe edhe e të regjistruarve në gjithë Shqipërinë. Këto kanë qenë dy komunitetet më të mëdha ku jetojnë banorët e qarkut tonë. Ne kemi zhvilluar një takim shumë të mirë dhe shumë fyllëdhënës, do të thosha unë, në kryeqytetin e Greqisë, në Athinë, dhe dy aktivitete të tjera në shtetin fqinj Itali, në Firenze dhe në Gjenova të Italisë, në cilat thash dhe njerë kemi gjetur përkraje absolute të emigrantëve, të cilët thash dhe njerë nuk janë larguar sepse këtu po lulëzon edhe po shkëlqen Shqipëria nga investimet e Ramës edhe të qeverisë të tija, por janë larguar sepse ke qeverisja u ka zënë frymën dhe u ka penalizuar atyre iniciativën e lirë.
Ka premtuar Berisha, Partia Demokratike për diasporën, për emigrant të spikatur për t'i futur në listat e kandidatëve, nuk e di. Patjetër, Ka premtuar. do ketë një kuotë edhe në listat e Partisë Demokratike për kandidatë të cilët jetojnë dhe kanë punuar sa i përket këtij procesi në diasporë. Në diasporë. PS-ja? Po. Doja do thosha një personale, do të thënë, para një jave isha në Atinë, dhe në një diskutim me ca shqiptar, ishim në një takim partijak, ato na thanë, na vënë duke këtë gjë, sepse ata jetojnë prej vitesh atje dhe gjithmonë dihet, do të thënë, që kanë qenë pak më të shtypur në thonjza se sa emigrantë janë në Itali. Në gjykimin e atyre. Dhe çfarë vënë duke? Ata vënë duke, që pas Vënë duke që pas takimit të Ramës, para një viti. Po që ata kimo ju vajtë në bushët sala me ato buze me të njetë këqire me ata e me Ka dëgjën tani Dhe ato thanë, që pas ati dalim me flamuj, dalim me simbole shqiptare që derin para Karta e patriotizmin, stre e fundit e maskareme, të ato se mos fjallë. Dhe tira me ka fërë dignitetin dhe migrantëve, po që janë. Po, ka kësire. Dhe shkojmë tani. Vetëm se ka marrë juve dignitetin një dhe të brënda, pa ato e më do a këtë Dhe shkojmë tani tek ajo. Rama ka premtuar, apo jo? Për kandidat nga diaspora. Malaj, me ju po flasë. Po. Po, pa tjetër, që ka dhe një kuotë nga Partia Socialiste nga diaspora, pa tjetër. Frosa, vazhdo. Jo, Frosa dhe mund të vazhdo, po ju e keni nga teja e pushtetit. Ka pritshmëri se ajo mbetet për të parë, nesër është procesi i madh. Ka pritshmëri nga diaspora për të qenë në listën e kandidatëve. Kanë analistët për të folur për këtë çështje? Është një ngjarje shumë e rëndësishme kjo vëtë diasporës, është baraz me kur votuan gratë për parë, është moment historik. Është historik, absolutisht është historik. Ka një merit të madhe dy forcat e mëdha politike që cilat ushtruan atë ndikimin e tyre që nga 670.000 ishte pritshmëria dhe fondi i caktuar, arritën në shifrën 220 dhe mendohet që nga 240 të votojnë në rreth 150-170.000 është e parë që zhvillohet. Kuptohet që ka pas problematika, do ketë problematika dhe gjatë votimit, por rëndësishme është që treguan interes. Edhe treguan interes. Qofse në këto 30 vjet kanë dërguar parat në Shqipëri, këtë radhë dërgojnë dhe votën. Një shohin si detyrë qytetare. Dhe bashkë me ndikimin që kanë parat që kanë dërguar në zhvillimin e Shqipërisë, do ndikojnë me votën e tyre në zhvillimin e Shqipërisë. Prandaj them që është një moment shumë i rëndësishëm. Procesi registrimi ka përfunduar. Tani të dyja partitë politike do bëjnë mirë që t'i lënë pak më të qetë në vendimarrjen e tyre, sepse do jetë shumë pozitive nëse ata votojnë pa një lloj ndikimi dhe pa një lloj trysnie që mund të vijë nga partitë politike për interesat tyre që të kënë marrin maksimumin e këtyre votave. Dhe e rëndësishme është që emigrantët, nëse deri dje komentonin dhe sa herë vinin me pushime në Shqipëri, thoshin që s'votojnë, nuk na jepin në votës, nuk kemi pse flasim, nuk kemi pse të ashtu. Këtë radhë ka të plot drejtën e tyre që të votojnë dhe nesër të kërkojnë shumë herë më tepër. Dhe është e vërtetë që ndikimi i tyre është ndier në qytetin e Vlorës dhe do ndihet në vazhdimsi. Duke kaluar edhe tek pjesa e investimeve që fakti është që një shumicë emigrantëve që jetojnë jashtë Shqipërisë janë pronarë të shumë apartamenteve në qytetin e Vlorës, në apartamente reja që janë ndërtuar, kryesisht zonën e Marrës, që do të thotë që ata, derisa blejnë, do të thotë që e kanë menduar një ditë rikthimin. Dhe ku ka më bukur që bashkë me kthimin të kthehen dhe me votën e tyre. Prandaj them që është një moment historik, është një ngjarje e shënuar për demokracinë shqiptare në veçantë. Ergys, të dyja partitë thonë që emigrantët do të votojnë ne. PS-ja thotë do votojnë PS-n, PD-ja thotë do votojnë PD-n. Për kë do votojnë emigrantët? Duke patë parasysh si është trendi i votave në Shqipëri, unë mendoj që ai trend do vazhdoj. Sepse janë shumë dikuar nga familjarët që kanë këtu, të dyja palët. Ai që ka familje të djathtë nuk voton PS-n dhe të jetë jashtë në 30 vjet. Ai që ka familje të madhe do votoj prapë. Unë flas një pjesë të madhe, nuk e di pasaj
Nëse kanë evoluar nga ana. Ose dhe ne hamenësime kemi se nuk askush nuk e di. Stefan, si mendoni ju? Shiko, pa diskutim që është një arritje shumë e madhe votimi i shqiptarëve, nuk i quajt dot diaspor, se është një term i gabuar, quajtja e tyre diaspor. Unë i quaj shqiptar të larguar, të dëbuar nga Shqipëria, ose shqiptar që kanë zgjedhur të jetojnë jashtë shtetit, jashtë kufive të Shqipërisë. Unë shikoj këtu një problem goxha të madh dhe një problem i cili është evident tek të dyja partitë. Të dyja partitë e mëdha, si PS-ja, ashtu dhe PD-ja, pretendojnë që janë aktualisht sot këto iniciatore të votimit të emigrantëve. Absolutisht jo. Për herë të parë ka përmendur në 2021-shin kryetari i Partisë Demokratike e atëhershëm Lulzim Basha, që kërkoi më korrigjo, po jam gabim. Një sekond. Zoti Mala. Një sekond. Ndërsa e ka thënë Basha në 2021-shin atëre, domethënë që ishte, shiko, nuk do themi, ka edhe një, shiko, zoti Mala, ka këtu edhe një problem shumë të madh, sepse faktikisht të dyja partitë e mëdha në momentet që ishim i trembeshin votës emigrantëve, votës shqiptarëve të larguar. I pari që e artikuloi mbas 2021-shit ka qenë përpara 2 viteve e gjysmë ka qenë Adriatik Lapaj. Dhe pastaj kur filloi të amplifikohej kjo kërkesë, pa diskutim që e mori e para Partia Socialiste. Pse e mori Partia Socialiste? Ore, kishte një shumicë shumë të madhe një shumicë në parlament. Kishte të gjitha mjetet e informimit, kishte të gjitha këto dhe e amplifikoi këtë. Kjo nuk do të thotë që është Partia Socialiste primare. Po duheshin ndryshimet kushtetuese. Po duheshin ndryshimet pa diskutim. Tjetër, që nuk bëj dot vetëm. Këtë po e them. Tjetër. Partia Socialiste po të kishte iniciativën jepte të drejtën dhe atyre shqiptarëve që kanë lindur dhe jetojnë jashtë vendit dhe që kanë pasur dhe që s'kishin dokumenta shqiptare. Se çka ka pranë kushtetuese. Po se nuk është kushtetuese që një amerikan, ta mbaroj argumentin pastaj do të shtoj se edhe një herë ishte po pra Partia Demokratike që me një sistemin e saj dhe me propozimin ishte që atyre shqiptarëve që jetonin jashtë vendit që kishin skaduar pasaportat, sepse Partia Socialiste ishte kundër kësaj, bëri një propozim që të shtyej afati i përdorimit të tyre. Dhe u lejua. Tani këta mund të thosh edhe për të që shati kushtetuese se këta kanë pasur frikë nga vota e emigrantëve. Ta përfundoj, nuk ka frikë ajo. Ta përfundoj, siç më filloi kështu. Unë them si filloi, pastaj kjo është një çështje më e gjerë. Unë problemin te kjo vota e diasporës po a them që në fillim. Të shqiptarët jashtë. Për shqiptarët jashtë, të shqiptarët e dëbuar. Unë problemin e shikoj këtu, se u kërkojnë votën Edi Rama që i dëboj, Sali Berisha që i dëboj. Dhe u thotë, hajde ju, votoni prapë ne. Sali Berisha, mos da barazo. Po tash unë doa të mbaj një qendrim të unë doa të mbaj një qendrim asnjëherë. Ore ju keni ngelur nga sputat e Partisë Socialiste. Nëse shtata zuat. Është një person. O zotri po thonë se shtata ke 13 vjet, çfarë tregon në shtata? Çfarë flet mua si gjuhë? Me si gjuhë atyre deri vjeçar në shtata. Ore në shtata Berisha erdhi me votë në 2005. Po ti njëti person. Tani shekot që të demonstroni. Tani Berisha në 2005 me votin tregon në shtata. Mos të shpërndajmë. Në 2025. Çfarë mentaliteti keni ju dhe çfarë politike kërkoni të bëni? Dhe unë dua Mentaliteti e 4 bën muhabetin në shtata ke 83. Më rregu 83. Ke qenë 13-14 vjeç në thonë në shtata. Kurse unë do të Jo, ti e ke dëgjuar nga ata. Nga kasketa dhe Partia Socialiste ka dëgjuar. Kurse unë do thosha që emigracioni është në gjithë botën, nuk lindi këtu. Jo, kjo është tjetër gjë, lëvizja e lirë, jo emigracioni. Lëvizja e lirë. Kjo jo është hemoragji, 1.1 milion shqiptar në 10 vite të fundit. Tani Quhet dëbim në absolutë dëmbim. bëni pjesën e tyre. Shiko këtu ka dhe një gjë. Hemoragji që kemi të drejtë e popullsisë. Po ta përfundoj argumentin se nuk e lash. Të kalojmë te reklama. Problemi që do të shenjë barazist të lutem, se unë kam tash unë këtu po doja tash po përpiqem ata që smerren me partinë politike, nuk përpiqem
problem që, shiko, bindjet e mia nuk ka që janë se nga shkoj. Po barazia më bën të dyshoj edhe për bindjet, se nuk Jo, aspak. I dëboi Rama, i dëboi Berisha. Berisha në vitin 2008 solli 300.000 shqiptarë u rikthyen. Është analista i tani. Ai bën analizë, është analist. Unë do bëj sipas që ishin jashtë, u rikthyen për të hapur biznesin. Po i bësh e di o zotëri. Shiko, këtu ka atëherë që ti themi edhe një diçka që të themi dhe të japim fund diskutimit në lidhje me këtë çështje. Ka edhe një problem shumë të madh edhe në gjuhën që përdorin partitë politike sot. Problemi shumë i madh i tyre është që këto vënë dhe me një gjuhë të drujt të dyja partitë politike, vënë dhe kërkojnë emigrantëve, atyre emigrantëve shqiptar, që shqyqyr që ikën nga Balta dhe nga Pluri i Shqipërisë, shqyqyr që ikën nga mungesa e shumë gjërave bazike dhe mungesa e shpresës në Shqipëri, po një sekond që thua janë shtetit, u thot atyre hajde ktheuni ju. Hajde ktheuni ju. Çdo më thënë kjo. Ai shqyqyr që ikën nga Balta e fshatit, po jeton në asfalt atje, po i dalin shumë gjëra dhe ne po i themi hajde ktheu. Jo ne, të tjerët. Ka disa retorika do të bëhet. Ministra ai që iku nga Balta e fshatit. Pa diskutim që shumë herë më mirë se këtu, sepse un kam njerëz të mit. Po e ke gabim. Po kam njerëz të mit, të cilët kanë qenë shumë mirë këtu dhe janë akoma shumë herë më mirë dhe atje. Po atje në fshat sot mund të ndërtosh bujtina, mund të ndërtosh parcelën tënde. Edhe siç kanë ardhur dhe janë siç kanë ardhur dhe mua gjithë nga të dyja partitë kjo kërkesa e votës së diasporës të emigrantëve shqiptar më është dukur gjitha një hipokrizi dhe që t'i jap fund dhe këtu unë jam i bindur që në qoftë se Edi Rama nuk i kishte bërë kalkulimet për votën e diasporës, nuk do ta ndërmerrte fare këtë gjë, po do ta linte në mes. Pra ai ka një bindje, që mund të marrë shumicën e votave. Edhe te kjo që thua, e para njerë prap vërëndose shenjën e barazis, thua partit me gjuhën e drujnë. Çfarë gjuhë të drujnë po përdorin? Ne po u japim Partia Demokratike ka dhënë një alternativë. U thot emigrante, të lutem mu tani mos. Nuk është e ishme për ty është edhe 3 dekada që të kërkoj mos të më ndërpresësh. Të mbaroj argumenti, nëse ke kundër argument thuaj zotëri të dëgjojnë qytetar. Tani po thosha që kur thua të dyja partitë me gjuhë të drujt nuk është e ndershme, zoti Stefa, sepse po unë në fjalën time, kur thash kemi qenë në takime me shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, kemi paraqitur një program, dhe është program në 100 ditët e para, është paket emergjence. U themi shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, nëse ju zotërin të nderuar do të riktheheni, keni 5 vite të drejtë të mos paguani taksa në territorin e Republikës Shqipërisë. Nuk është e pak që për një njeri që vendos të rikthehet, të zhvilloj bizneset e tij, atje kanë ato bizneset e vogla, ato grupet e vogla që merren me ndërtime, që mund t'i bëjnë dhe këtu, se edhe këtu ka nevojë për fuqi punëtore, edhe këtu ka nevojë për specialistë, të cilët edhe këtu paguhen, për të thënë të vërtetën. Po mirë, ka nevojë, por disa premtime të tilla janë pa logjikë ekonomike. Po s'ka logjikë ekonomike, thua ti, hajde mos jep taksa tash, çdo të thotë. Mos u shqetësoni. Është pa barazi, pra. Kjo nuk ka babarazi, kjo ka pa barazi. Kjo është një premtim. Ti thua që detore Lonja do vi një emigrant nga Italia, ai do pagoj taksa, ti do pagosh taksa. Zonja drejtuese e pensionit. Nëse debatosh, Po ta mbaroj ju, pastaj t'jap argumente, nuk ka marrë të bëj debate atë se kjo nuk është çështje debati, kjo është çështje e diskutimit që zoti Stefa shtroi për diskutim dhe tha me gjuhë të drujt. Nuk kemi me gjuhë të drujt. Ta zotrin vënë u thonë që ore zotrimi që se dërgojë deri dje 100 euro dhe bën 135.000 lekë, sot bën 28.000 lekë, hajde na voton neve Partia Socialiste. Pse ka rënë euro? Se futet narko euro që është me drogë që futet në Shqipëri që është Rama që është drogë. Se ka rënë euro sepse korrupsioni është galopant. Edhe në çdo aspekt ti do të japësh para që të marrësh shërbim. Ky është problemi i emigrantëve, nuk është problem. Ka lënë babai dhe mamën me pension, para 13 vjetësh e kanë me ditin pension. Nuk i shritur 100 lekë pension. Dhe indeksimin e kanë më të ulët se sa ç'është realisht inflacioni. Ky është problem. E partive, çfarë thash? Ai që i dëboj u thotë hajde ktheu. Më duhet që të bëjmë mos vëshin e barazisë të unë kam opinionin tim të keqet. Jo, si ndaj do thotë. Më duhet një opozitë pa lidhje pushtet. Jo, shenjë, ora ne. Palet vi pushtet në be. Janë dhe për të që parti politike. Jo, ne të flasim, fare. Parti politike do të mësoj njëre mirë parti politike dhe programet kur i thonë do të zbatoj. Nëse nuk i zbatojnë qytetarët i largojnë me votë, dhe unë po u them dhe qytetarët. Nëse Partia Demokratike vjen në pushtet, ato që ka premtuar, nuk i realizon, ta largojnë me votë.
jam njerëz që fitoi Partia Socialiste me vot. Po i fitoi me të nxjerrën e tepsirë. E mbyllëm se nuk duam merr juve ai u thot. Nuk duam t'ju ndërpresim fjalën, ju lutem, por është reklama gati, ju lutem. Faleminderit për mirëkuptimin. Faleminderit. U rikthyem përsëri në studio të nderuar shikues, jam për të gjithë ata që nuk na kanë ndjekur, jam në studio me zotin Adi Malaj, kryetari i Partisë Socialiste Dega Vlorë, me Atir Doxhën, ish kryetarin e Partisë Demokratike Dega Vlorë dhe një nga ata që mori më shumë vota se të tjerët në primaret e organizuara nga Partia Demokratike në Vlorë. Ndërkohë që dy kolegët e mi, Ergjys Alushi dhe Ardi Stefa, do t'jenë në vijimësi në emisionin tonë Zgjedhje 2025. Atere, shkojmë tani bashk tek koalicionet, dhe shkojmë tek koalicionet që bën më shumë përshtypje se janë 26 parti. Dhe udhëheqës në këtë koalicion është Partia Demokratike, Sali Berisha. Flasim me Atirdin, atere si e sheh Partia Demokratike e Vlorës këtë koalicion? Ky është koalicioni i cili është ndërtuar mbi bazën e vlerave, patjetër edhe mbi bazën e kalkulimeve politike, është specifike që secila parti për të bërë se këtij koalicioni ka në fushatat dhe në zgjedhjet e mëparshme. Unë mendoj që është një koalicion i gjerë i cili spektrin e tij përfshin në spektrin e tij shumë element të cilët kanë garuar edhe në zgjedhjet të tjera, të cilët kanë pasur rezultate konkrete dhe nuk është një koalicion i cili ashtu siç rëndon përpiqet të transmetohet nëpërmjet mediave vizive apo portaleve, të cilat era herës anatemojnë kryetar partish të cilët bëjnë pjesë në këtë koalicion. Unë mendoj që ky koalicion është një koalicion vlerash, ashtu siç edhe kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha e ka cilësuar, është një koalicion i cili partitë të cilat bëjnë pjesë në këtë koalicion të Partisë Demokratike bëjnë gati 1/6 e tha, është modest, por është 1/3 Jo, nuk është modest, sepse duke bërë kalkulimet aritmetikore së bashku me Partinë Demokratike, dhe kjo jo vetëm në këtë moment, por edhe në zgjedhjet e shkuara, pavarësisht prishjes të cilën Partia Socialiste i bëri kodit zgjedhor, ku prishi koalicionet para zgjedhore, dhe ato bën të pamundur rotacioni, sepse rotacioni do të kishte ndodhur që në vitin 2021, sepse po të shikohet dhe të kalkulohen votat të cilat Partia Socialiste ka marrë në vitin 2021, janë 47.5%, ndërkohë që pjesa tjetër është pjesa e cila ka votuar kundër qeverisjes së Partisë Socialiste qysh në vitin 2021. Duke kaluar edhe ky 4 vjeçar, nuk mendoj që shqiptarët kanë ndonjë gjë për të thënë në favor të kësaj qeverie. Më keq është Shqipëria pas 4 viteve të tjera të cilat i ka qeverisur rilindja dhe jo Partia Socialiste, të cilën duhet ta theksoj edhe për qytetarët, sepse duhet ndarë Partia Socialiste, brenda Partisë Socialiste ka individ dhe personalitete të cilët realisht kanë kontribuar edhe për vendin edhe gjatë qeverisjeve të Partisë Socialiste, por për fat keq në këto 12 vite nuk kemi Partinë Socialiste e cila qeveris vendin, por kemi një grup, një sekt, i cili quhet Rilindja dhe që fatkeqësisht për Shqipërinë dhe për shqiptarët në këto 12 vite ka sjell vetëm regres dhe patjetër duke vënë theksin edhe tek diskutimi që kishim më parë, e një hemoragji të madhe të largimit të shqiptarëve, Shqipëria e cila ka humbur gati 1/3 e popullsisë në 10 vitet e fundit. Unë mendoj që ky koalicion do të jetë koalicioni fitues, sepse edhe në kalkulimet që Partia Demokratike ka bërë, jo vetëm në këto momente, por përgjatë këtyre 4 viteve, mendoj që koalicioni do t'i japi Partisë Demokratike dhe koalicionit të saj, të përbërë nga këto 26 parti që ju cilësuar, do t'japi fitoren dhe do t'japi mandatin për të qeverisur vendin pas zgjedhjeve të 11 maj. Si e sheh kryetari i Partisë Socialiste të Vlorës këtë koalicion? Atë që tha zoti Hoxha, 47% që është përkthyer në 74 mandate. Domethënë, populli është i zgjuar dhe ditë të zgjedhjes, si gjithmonë, dhe kjo duket domethënë sepse Partia Socialiste udhëheq për 3 mandatesh. Gjë që s'ka provokim parë. Gjithmonë ka Partia Demokratike dhe në 2021 ka pritur që të vinë pushtet. Po ja që nuk ndodhi. Nuk ndodhi sepse njerëzit shohin, i kanë sut në ballë, shikojnë dhe ndryshimet që janë bërë, si infrastrukturore, por dhe si të rritja e pagave që zoti Hoxha tha pak më parë.
mund të qosh pagat në kohën e PD-s, pagat rriteshin në formë qesharake me 5.000 lekë në vit ose 7.000 lekë në vit të vjetra flas. Partia Demokratike ka dyfishuar pagat e mjekëve, të infermierëve dhe të arsimtarëve. Sot i gjitha pagat në këto uvise nuk je i pa pagat zotëri. Pagat sot janë rritur me 200-300.000 lekë të vjetra. Kujt janë rritur administratë? Po tani kujt administratë më shkoj? Dhe Berisha e nisi rritjen e Se unë jam pjesë e Këshillit Bashkiake, mund t'ua them shumë thjesht që paga është rritur vetëm për kryetarin e bashkisë, në kryetarët, shefin e kabinetit dhe këshilltarët e atij dhe drejtorët e drejtorive. Për të gjithë punonjësit e thjesht, paga është rritur me 10 deri 20.000 lekë të vjetra, kurse këta zotrin i kanë dyfishuar pagat e tyre kryetari i bashkisë, në kryetarët e bashkisë, unë kam të jetuar, e kam kundërshtuar në Këshillin Bashkiak, meqense zotria thotë që janë rritur për gjithë. Nuk është rritur për gjithë, vetëm është rritur flas. Po marr një element, kur flas për një element dhe për institucionin më të rëndësishëm që është bashkia, që është pushteti vendor, që ka 1500 punonjës dhe rritet paga për 10 veta, ku i thuar rritje pagës. Po nuk janë rritur zotri, se opozicioni e kam votuar kundër dhe kam dhënë argumente pse nuk duhet votojë rritja e pagave, sepse rritja vetëm për kuponin drejtuese të bashkisë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në ndërmarrjet e tjera. Pra për punësit e thjesht rritet me 10-20.000 lekë paga, kurse për të tjerat rritet me 200-300.000 lekë. Kemi marrë me 180.000 lekë të vjetra, sot e ke 400.000 lekë. Po mostoj të pavërteta tani, të lutem mos zoti Mali aty nuk kjo nuk është fusha e koalicionit, mos u fut në këtë se ku e ke marrë me 180.000 lekë? Ku e ke? Po ju gënjeni tani sepse e keni marrë me 280.000 lekë pagë minimale, e keni marrë me 200 në 2013. Edhe një zotri janë 12 vjet, e ke marrë me 280.000 lekë pagë minimale, jo me 140.000 lekë. Mos e ke marrë me 280. Hoxha, mjekët e mësuesit kanë rritje rroge tani. Kanë dy fishim që duhet të kishte ndodhur sepse këta zotrin i vjedhin lekët me tunelin e Llogoras. Dhe nderuar zonja Prosina pa. Edhe po u them me bindje të plot që këta nuk e kanë ndërmend që të shikojnë administratën e thjeshtë. Po të shohësh edhe rrugën sepse këta i kanë kohën të vjedhit që u bën në kohën e PD-s. Shikosh dhe pjesën e Kosovës andaj, kjo duhet se e pa përfunduar akoma, në kuptimin që ka bërë Partia Demokratike dhe mburej, bënde rrugë, dhe nuk i lidhte me qytetet. Edhe ai lideri global joti nuk ka thënë që nuk lidhte qytetet, nuk lidhte qytetet me autostradën. Ai lideri dy kombet, ishte një rrugë në një terren, nuk lidhte qytetet me autostradën. Ta mbaroj. Ta mbaroj argumente që se tani të vazhdoj me pjesën time se po jo, më që se më futet the rrugë e kombit. Edhe lideri jot global nuk e ka kundërshtuar ndonjëherë investimin për rrugën e kombit sepse është një investim strategjik. Kurse ti zotri, ti vole 50 milion euro me Belindër që ka ministre të linjës kaloj në Kosovë. Ore le Kosova në Shqipëri ti thua kaloj Kosovë. Çka Kosovë? Është një rrugë. Po nuk po bëjmë atë kafenere, kaloj në Kosovë. Rruga e kombit është një investim strategjik, të cilin e ka përshëndetur i madh dhe i vogël, dhe po të them dhe lideri jot global, që është kryetari jot i partisë, nuk e ka kundërshtuar ndonjëherë këtë investim. Dhe ka thënë që patjetër, dhe duhet përmirësim, duhet përmirësim, po patjetër. Tu duhet përmirësimi tu la në mes, tuneli u bë tuneli pa rrugë, pa vetë tuneli. Po lajë do keni ju 400 milionë euro. Kështu dini ti bëni një gjëra aty. Jo, po jo si juve, që tunelin e Llogoras do të thotë 50 milionë për koalicionin PD-s për atë. Po çfarë kemi koalicion e PD-s ti bëj një koment, koalicion, pastaj do flasim edhe për partinë e tij dhe do komentosh ti. Se kujtoj do të bëj koment për koalicion. Jo, si është shea ai këtë koalicion se me atë do ndeshe. Nuk ka çfarë shikoj se nuk është. Partia Socialiste të bëj komente mbi koalicionin, se koalicioni është koalicion vlera shumë asash, është i përbërë nga personalitetet. Po jemi sheri ai me mostaj si e kisha se ja rrova. Është muhabet kafene. Nuk flasim për individ, po flasim për parti. Atëherë, ke parti që janë inekzistente. Flasim për parti. Ja, këtë do flas me analistët. Këtë do flas me analistët. Ju koalicionin e keni me banda do të thotë, prandaj ju duhet qytetar. Ju duhet këta njerëz, ju duhet shumë të shësh, se ju keni
me bandat. Prandaj Ju e keni me bajrat, e keni me bajrat në Shkodër, e keni me Abdullaj në Durrës, e keni me atë çaj ka i tjetri në Dibër, me atë tërmetin edhe. Me ata ishte. Po janë ata ke fituar që thua fiton Partia Socialiste. Nuk ka fituar ndonjëherë Partia Socialiste se se voton njeriu. I vjen dhe i blen zgjedhje po, të thuaj qytetarët ta dëgjojnë. Dhe ju e gjithë rresht, u vënë rresht Edi Rama që të blini dhe të tjetërsoni votën. Të intimidoni administratën që ti zotrohet e drejton dhe gjithë drejtorët e tjerë në qytet. Po ta them unë. Jo, ti e thua. Unë kam emra, mua më vinë mesazhe. Punoj të administratës tuaj që thonë, na çmendën, na kërkojnë emigrantë, na çmendën, na kërkojnë 10 vota për secilin. Kto shikoti, lëre investimet ti. Mos u merr me investimet. Të gjitha, investimet. Në qoftë Shikoni qytetarët se çfarë po heqin nga qeveria e gabim. Qytetarët votojnë Partia Socialiste. Nuk e votojnë se po duhet të them zotri. Se edhe në zgjedhjet e milion pushtet janë ju. Ju ku do vini në 2029 po edhe që dyshoj dhe atëra, dyshoj shumë. Po dyshoni se ju keni liderin global që i vjen. Po nuk do i vini dot kësaj radhe zgjedhje sepse këtë herë vjedhin në asnjë zgjedhje sepse janë të certifikuara zonja Papa. Tani do monitorohen dhe nga prokuroria. Unë dua ta them fjalën. Nëse bëhet zhurmë, edhe qytetarët nuk e kuptojnë. Thuaj, edhe ti tani po bëj zhurmë. Jo, nuk po bëj zhurmë dhe unë po e kundërshtoj me argumenta. Zotria nuk po thot asnjë vjedhra, ku i gjetat? Po sepse dosja 184 e Dibrës zotri, që ti kishe drejtuesi politik të 2021-shit. Ka shumë tjetër, ka më të. Jo, po e kam normal, e kam argument, zhurmë argument. Dhe po thosha që ka argument. Ja, që kemi 3 mandata. Ja, dëgjoj argument. Dëgjoj se ndofta edhe ju kuptoni në një gjë. Dhe ti mos thuani për mos Ali Berisha në 97 kur ti kujtoni histori 2016. Jo, zotri, ja ta them tani. Në dosjen 184, drejtuesi politik i qarkut të Durrës në 2021 është kapur nga prokuroria në përgjime së bashku me Ramën, me Ulsi Manjën, të gjithë ta që këti në kabinet, duke thënë që e bën tërmet. Edhe Rama ka fituar, është tërmet, nuk e di se ja kupton tërmetin. Ja do ta them tërmetin. Ja, ta them se e kuptoj tërmetin. Që ata zotrinj atij janë kapur në përgjime të prokurorisë, duke i thënë atij zotrisë që duhet kaq vota, po nëse ti intimidon prokurorët dhe gjykatën, dhe ti bën dosjes sa nga prokuroria e Dibrës në prokurorinë e posaçme dhe pastaj ajo shpërbëhet, normal që nuk dënohen njeriu. Në 339 tjetër zotri ke 3 deputet që ti përcaktonin bandat renditjen dhe numrin e votës. Prapë e gabim këto. Edhe një, e ke në burgër atë deputetin. Atë çyrbjen e famshme e ke në burg. Çyrbi është për tira gjëra, s'ka lidhje me votimin. Ka përcaktuar renditjen bandatore, komunikoni me Ramën atë kryetarin tënd dhe i thoshi ku duhet të treni, nëse do vota tonë nga bandat. Ore, po janë të kapur në përgjime. Ku i ke përgjime Rama me bandat se ka nevojë po si ça. Rama është dosja e teatrit është me zëre me figurë. Me zëre me figurë po do ta drejtë. 184 Rama është me zë që i thot atij apo juve u trondë i thot nga ata të PD-s, vazhdoni punën aty. Ai Rama jo që thua ti. Ne fitojmë, nuk diskutojmë. Ju fitoni. Patjetër ju vini dhe do vini. Nuk vini, ne do bëjmë dokumentuar dhe bëjmë punë. Të flasim pak me analistët, të lutem. Të flasim pak me analistët. Vetëm po. Koalicionin e komentojmë me analistët. Ergys. Janë të gjithë 25 dhe PD-ja, Berisha 26. Në, do me thënë, perceptimin tim, shumë prej partive janë parti që rishfaqen dhe dalin vetëm në proceset zgjedhore. Gjykimi im. Atere, cili është komenti juaj? Sa që pa shpresa që merr edhe një të rrugës që mund të parti të re aty dhe tani do flasin analistët. Tani do flasin analistët. Tani sot është një lajm i mirë që me sa po kujtohet tani që po rikthej historinë, më thënë për herë të parë janë 2 kryetar partish që janë në një studio bashkë, një debat. Me sa mbaj mendun historinë time në gazetari, është herë e parë që 2 kryetar partish janë bashkë në një studio, një tavolinë. Dhe është një kryetari i partisë pushtet dhe kryetari i partisë në opozitë. Sepse ti ish kryetar partie edhe pse është ish zyrtarish, po kryetar partie sepse ka qenë prej kohë që ka bërë goxha ngarkesë. Përsa e për këtë koalicioneve, unë duhet të them që kemi 2 koalicione. Kemi koalicionin partijak, kemi edhe koalicionin me qytetarët që ka shpallur kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama. Do të jetë një garë shumë interesante. Sigurisht që pushteti të konsumon, ajo dihet, nuk është pse as ta fshejmë, as ta mohojmë.
Dhe pikërisht për të arsye të pushtetit konsumon edhe Edi Rama është duke i marrë ato masat e tija përballë këtij realiteti dhe këtij fakti. Pritet që të ketë një freskim të listave kandidat. Ashtu siç dihet që kur në opozitë është më kollaj të kundërshtosh, të mohosh, të jesh në listë në ekstrem, duke mos dhënë qofte të paktën dhe një arritje apo një rezultat të qeverisë që është në pushtet. Unë të dy koalicionet i shikoj me shumë interes, në opinion ka goxha pëshmëri për mënyrën se do të zhvillohet qoftë fushata, qoftë edhe zgjedhjet. Procesi votimit. Procesi votimit. Kemi rezultatet e 2021-shit të cilat duhen marrë përsëri në konsiderat, sepse nëse do të ndodhi përmbysje shumë e madhe që duket domethënë shumë e vështirë, por këtë e dinë vetëm qytetarët ditën e votimit. Dhe për të arsye them që të dy partitë kanë bërë ato kalkulimet e tyre dhe ndihen fitues të dyja. Dhe do presim të shohim që cili koalicion do të jetë fitues, do të jetë koalicioni me 26 parti apo do të jetë koalicioni me qytetarët. Referuar zgjedhjeve të 21-shit, partitë sot, qoftë PD-ja, qoftë PS-ja, thonë për të shtuar nga një deputet. Dhe PS-ja thotë nuk duam 8, duam 9, ndërkohë që PD-ja ka të tjera ambicie. Për mendimin tim, Partia Socialiste do të jetë në kushtet e konsumimit pushtetit, do të jetë më mirë në mbrojtje të mandateve që ka, paktën e fillon me mbrojtje, ka të luksit fillon me mbrojtje. Kuptohet që Partia Demokratike do të jetë më agresive, sepse do të kërkojë gjithmonë që të shtojë mandate, domos në zonat ku ka që po përdor termin bastion, po mos për çfarë përdor ka mbështetje. Kështu që edhe kjo e bën prap garën interesante, sepse Partia Socialiste do ta fillojë të mbrojë mandatet që ka, që do të thotë prap një mandat i katërt, që do të jetë i sigurt për ata, dhe Partia Demokratike do të jetë më agresive në kërkim të çdo vote, të çdo qytetari. Që pretendon që mund ta kthej, sepse duhet kthyer vota, flasim duhet kthyer vota. Duhet ta kthesh nga këtej, ta kthesh te atë. Flasim edhe për një elektorat gri, i cili është rritur këto në zgjedhjet e fundit, që është një vlerë e konsiderueshme. Kemi fletat pavlefshme, të cilat janë në rritje nga zgjedhje në zgjedhje. Dhe unë them që këtu do synojnë të dyja partitë nëse duan të rrisin mandate. Elektorati gri. Stefan, kemi Berisha që thotë ato janë që përfaqësojnë 1/3 e elektoratit shqiptar. Pra një dominus, një koalicion dominus. Nëse do marrim nga numri partive, pa diskutim që është po numri partive që kanë dhe mbështetje. Po këtu ka, domethënë i gjithë çështja e koalicioneve duhet parë në dy aspekte. Aspekti i parë është koalicioni që bëri Partia Demokratike me 26 parti, që për mua personalisht është një koalicion me 22, 23 apo 24 individ, të cilët nuk kanë parti, nuk kanë struktura partie, etj. Dhe me një parti, bie fjala LSI-n, e cila deri diku ka një sasi të saktuar votash. Pastaj kemi dhe partitë e tjera, ose kryetarët e partive tjera, të cilët kanë 30 vjet që vegjetojnë në listat e Partisë Demokratike. Pikërisht këto shushunja në kurizin e partitë janë kryetar sepse etj. Nuk po flas për të thënë që kemi edhe disa individ të cilët janë me të vërtetë janë qesharak. Dhe këtu nuk ngrë asnjë lloj diskutimi. Çështja problemi i koalicionit që ka bërë Partia Demokratike, qëndron se Partia Demokratike bëri pikërisht një koalicion me këta individ, të cilët kanë 30 vjet në skenën politike shqiptare. 30 vjet në një skenë politike shqiptare dhe që shumë prej tyre në zgjedhjet e fundit të 2021-shit Partia Demokratike ishte kundër. Edhe votat e tyre duhen, pa diskutim. Prandaj i merrën një koalicion. Por sa është i moralshëm një koalicion i tillë. Tjetra, për mua me një qeveri, me një parti e cila ka 12 vite në pushtet, që është e konsumuar, e stërkonsumuar, me gjysmën e antarëve të saj drejtues, që i ka në burg, në ndjekje penale, në Arati, Partia Demokratike duhet të përfitonte shumë nga kjo. Dhe për mua do të ishte më e ndershme nga Partia Demokratike dhe nga Sali Berisha që tu ofrohej
jo këtyre figurave të konsumuara, që janë përgjegjëse për këtë gjendje që është Shqipëria sot. Sepse njëri prej tyre është ish i dënuar, ose është në proces dënimi. Tjetri është në burg, tjetri është kandidat për të futur në burg, në pjesën e këtij koalicioni, nga disa kryetar partie. Për mua do të ishte më e ndershme që ai të drejtojë qytetarëve, të bënte një koalicion me qytetarët, duke sjellë njerëz të rinj, duke sjellë figura të reja, dhe pse jo, edhe këtyre partive të reja që dolën, përveç një thirrje sporadike që hajde të bashkohemi, nuk pati asnjë gjë tjetër. Domethënë, përpara se të drejtohet, shumë mirë bëri që u drejtua këtyre, sepse edhe ato 5 vota që kanë në favor janë. Por duhet të drejtohet edhe këtyre partive të reja. Pse duhet të kishte e djatha shqiptare një përçarje kaq të madhe në këto zgjedhje? Nëse do që të përmbysësh diçka, pse duhet vej mundësia veç? Pse duhet vej lapaj me thurjen veç? Pse duhet të vej LZK-ja bashkë me atë për zhvillim të vën veç? Pse duhet vej Lulzim Basha veç? Po e thash mundësinë, e thash të parën. Domethënë, pse duhet jenë veç këta? Faktikisht këta janë vota që ja vjedhin elektoratin të djathës. Dhe mua më vjen keq që ato vota do të vënë dëm ose do të shkojnë në favor të partisë së madhe. Unë do të prisja që në këto zgjedhje të kishte një bashkim të këtyre forcave opozitare, sepse partitë e vogla që kanë dalë më janë, praktikisht dhe realisht mbajnë në këmbë sistemin. Këtë sistem që kemi ne, këtë establishment që kemi ne në Shqipëri. Këto 2 parti apo 3 parti që kemi ne në Shqipëri. Dhe një diçka tjetër që mua nuk më pëlqen. Madje me Tirdin e kam thënë dhe është diskutuar kur beshin listat për Këshillin Bashkiak apo jo. Për mua të gjitha këto parti, të gjitha individ që kanë pirë gjakun, që kanë shfrytzuar e kanë miel, është metaforë, e kanë pirë gjakun e Partisë Demokratike. E kanë miel Partinë Demokratike. Pikërisht të vesh dhe të votosh pikërisht ata të njëjtët njerëz dhe të spostosh demokratët. Në gjithë analizën tënde parashtrove disa, normalisht kjo të drejtën tënde që ti parashtrosh ashtu si ti mendon, po nëse ti shkon në argumentin që pse këto partitë e tjera nuk janë atashuar Partisë Demokratike, nuk mund të ndash këtyre të njëjtin etiketim që u bëre partive të cilat janë bërë pjesë e koalicionit. Se po ti marrësh dhe këta që ti citove dhe që janë jashtë këtij koalicioni, janë thjesht dhe vetëm individ. Pa diskutim, jo nuk thash unë. Po të vesh tek ai citimi që bëri që të thash që nuk është i drejtë, edhe Dashej aty ka qenë 30 e ca vite, edhe Keli Dalibej aty ka qenë, edhe Lulzim Basha aty ka qenë, po nëse këta zotrim ka vendosur se ka qenë antar i thjeshtë. Po për 34 vite se aty ishte diskursi i zotit Stefa, nëse jemi në këtë lloj argumenti, të njëjtët njerëz janë dhe këta, po nëse një kategori ka zgjedhur që të çlirohet nga kapja që Rama i ka bërë opozitës dhe tentativës për ta zhbërë opozitarizmin dhe për të zhbërë opozitën në tërësi, këta zotrin nuk i pas kanë shpëtuar dot, në opinionin tim, kur ti thua pse këta nuk janë bashkuar, se përderisa këtij treni të madh të opozitës dhe koalicionit të madh janë bashkuar 26 parti, pse këta individ nuk u bashkuan këtij treni të madh për ta zhbërë këtë unë thash do të pëlqente mua. Tashamir Shehu është niveli Tashamir Shehu. Edhe një gjë që dua t'ua them të gjithëve, më bëhet shumë qefi që të gjithë projektorët dhe të gjitha diskutimet janë fokusuar te Partia Demokratike. Kjo tregon që ju keni pritshmëri bashkë me zotin Malaj që është kryetari i PS-s, keni pritshmëri të mëdha ndaj Partisë Demokratike. Ta mbarojë zotrin se e ke zakon. Kur e dëgjojnë qytetarët, do thonë që ai ishte një atë që bënte zhurmë. Tani ti je kryetari i partisë, dëgjoj argumentin, jep kundër argumentit. Të mjaftohet që në fillim të bisedës, po ti nuk ke vendosur të bësh zhurmë, nuk është drejta jote, ai gjykon qytetar. Ta mbaroj argumentin. Nuk ka gjykuar argument që ti kupton çfarë mendojmë ne. Jo, unë thash ti kshu thua. Jo, nuk thash që kuptoj çfarë. Unë shkoj aty që të gjithë janë këtu. Jo, të gjithë ju bën argumentin e Partisë Demokratike. Asnjëri nga ju nuk dëgjova që të thoshte në këto 12 vite zotrin të nderuar, po kanë këto, jo më është demajoranca, po propozitën flitet. Po është demajoranca. Propozitën flitet. Po që jemi se është pritshmëria. Këtë thash dhe unë, ja sapo na. Jo, po ajo është ti s'kema kënaqësi. Sepse këta janë pushtet.
Tani themi çfarë do u thjesht djeva kënaqësi që juve të gjithë bashku i keni pritshmëritë e pastaj edhe pyetje shiko qytetin, të ulem te qyteti. Ore kur të doni te qyteti, unë jam i gatshëm. Po i bëni me në kombit. Po ne morëm me 97 tha i zotria. Jo ti morëm me Dibrën. Tirdi janë zgjedhje të zgjedhje zotri. Dhe ato janë maja e icebergut. Janë maja e icebergut të vjedhjeve të zgjedhjeve që keni bërë ju si forcë politike në krye të Tiranës. Shiko, nëse ne po 26 parti që ti po lokomotive madhe, 26 parti që është lokomotive madhe. Se do vim dhe te PS-ja, pse është e vetme. Një vagon e ke jo ashtu sa për qytetarë. Shiko, këtu ka ju bëni koalicion me 26 veta, ne bëjmë koalicion me qytetarët. Aleancë me qytetarët. Me koalicion me 1 milion shqiptar që qytetarët do votojnë. Qytetarët do koalicionin e keni me Bajrat zotri me Abdyllaj. Po ata janë përsërim. Mos i përsërit. Mos u vëziti zonja Papa. Ai është koalicioni i tyre. I konsultuar. Zonja nderuar edhe një herë, koalicioni i tyre nuk është me qytetarë. Është me banditë, është me narkotrafikantët, i ke parë. I ke parë çfarë po u dalin këtyre. E kishte Ti në vega 33.000 euro këta zonjë. Nëse ti e ke pirë një herë, është nuk e di unë. E ka thënë numri 2 i qeverisë tuaj. Çfarë kjo? Ver 33.000 euro. Ke pirë një herë? Nuk e ke pirë. Zonja Papa, zotri, flas me këto, se kjo është moderatorja. Drejtuesi i emisionit ka marrë me ftesën e kësaj. Tani numri 2 i partisë zotit Malaj ka thënë që zoti Rama pi verë ka para ai. 50 milion euro sa më mori në Turqi tha dhe po ne jemi te koalicioni tani. Po ky thotë se ka koalicion e ka me qytetarë, unë dhe ka me banditë. Do flasim pak. Qytetarët votojnë, votojnë banditë. Ore, qytetarët votojnë, ka një gjë që ju po vazhdoni me këto lëvizje, humbës doni prapë ju i deri në zgjedhje, humbës doni prapë. Unë dua shumë si puna jote që ti je në studio televizive që qytetarët të bëjnë dallimin që këto votojnë. Tani po të them edhe një herë. Po të them edhe një herë zotri. Ne ju drejtojmë qytetarëve. Ju e keni me banda dhe me korrupsionin, sepse keni një kabinet atyre se koalicioni me ata se kemi qytetarët e Bashkisë së Tiranës të bërë, numri 2 të qeverisë de facto, numri 2 të qeverisë de facto dhe ke gjithë kabinetin e qeverisë e ke në burg. Ne jemi në blok, Partia Socialiste. Po qeverisë ta po zonjë, ju jeni në blok. Unë di që jeni në blok. Partia Socialiste. Unë di që jeni në blok. Ta janë derivat interpret i politikave të një banditi në krye të qeverisë. Ne kemi gabim, zhurmosi po e bën ti. Ora po të argument. Çfarë argumente? Po kush nuk është argument? Se ti ke një kabinet të gjithë e ke pasekurat? Kush një kabinet? Qerio Velia që ishte numri 2 dizenjuar për pasardhës të Edi Ramës është sot pasekurat. Me o dizenjuar. Pekse dizenjuar dhe ajo, liderijuar global. Ke zvës ke ministrin e ati për korupcion të zotri. Ke ministrin e shëndetësisë e ke në burg. Ke atë Sajmir Tahiri, kampionin e antikorrupsionit edhe të narkotrafikut, e ke në burg o zotri. Di gjithë apo jo? Ti nga vjen, i kujtë distancuar. Është distancuar. Kur vjen në burg ata andarë dhe këtu ambassadërit të vitet. Ke bërë vdes, ke vrarë 4 njerëz me çështjet atje. Stefan. Po gjykohet, edhe ai lideriu për gjithë. Stefan. Po, gjykohet lideriu. Aty ka Partia Socialiste. Komandon ti Po jo more ke komandon ti. Po thua me ulsimaj në burg. Ata komandon. Po, kryeminist. Po ka le prokurori gjithë me integritet. Ta janë ata që dënuan domethënë Fullsaliun. Patjetër integritet, ëh? Po, ju ndani dhe prokurorët atë. Ore, po ajo Milonaj është me 4 evra. Ajo është me 4 evra, është dëbuar në shtetin kremën. Do të kontrolloj Rama spaku në. Ore, zotri dhe njerë, ti thuaj në një kundër argument po të thënë. Milonaj është me 4 evra, zotri. Altin Dumani shoku ngusht, shoku i ngusht i Ulsim Manjës. Ti nuk e di, po ta them unë, ta dëgjosh. Është interpreti i politikave të Edi Ramës në SPAK. Brenda SPAK-ut ka dhe prokuror, dhe brenda gjykatës, po thashme ka dhe gjyqtar me integritet. Nuk e di këto. Nuk është argument. Konflikti thon, ne jemi të çliruar në zotri. Ne as korrupsion kemi konsumuar. Dhe nuk ka shanse. Ja e keti 12 vjet, i keti të gjitha 12 vjet. Veproti kundër drejt atyre që kanë pasur korrupsion në kohën e PD-s,
që kanë shkelur ligjin, e këti të gjithë, dhe guri dhe arë, këtë 12 vjetë që i këti, edhe për 21 janar, nuk i dënon Partia Socialiste. Nuk i dënon Partia Socialiste. Po çaj i përmend pas, pse i dënon? I dënon prokurori, sepse janë hetim. Po le të vazhdoj hetimin, çfarë problemi ka? Po dikën në Burg, zotëri. Edhe këta do në Burg, në Burg i ka edhe këta tut. Okej, për të koalicion, për të vëna. Në hetimi ke. Të flas pak me Stefan. Të flas pak me Stefan. Tatuaj s'po gjen do derë. Partia Socialiste është e vetme. Nuk është në koalicion. E trëm kjo Partia Socialiste? Stefan, si e sheti? Është trëmbur Partia Socialiste tani pasi dolën dhe koalicionet dhe etjere etjere? Po shiko, në këtë gjendje që është opozita, që është e përçarë në 7 fronte, Partia Socialiste pa diskutim që e ka një frikë, pa diskutim që e ka një konsumim që e sjell pushteti, pa diskutim që lëvizjet e fundit të SPAK-ut duket sikur kanë favorizuar Partinë Socialiste, por që mendoj se në gjendjen që është opozita, frika e tyre është minimale. Me keqardhje them këtë. Po është e përçarë. Në 7 fronte, 7 koalicione ka koalicionin e fuqishëm. Ata janë individ, si shteti për ta që janë në koalicion. Ata janë ca individ që kanë vendosur që për inatë si me vjerë do fillojnë miliona. Po mirë, po janë pikërisht ata që i heqin votat. Jeni të përçarë gjithandej. Jeni të përçarë, jeni Partia Demokratike kemë 7 koka sot. Nuk kemi Partia Demokratike. Dhe në fakt shiko ka një gjë në shoqërinë shqiptare dhe në skenën politike shqiptare. Mua më kujtohet fjala që në një intervistë që ka marrë një ministri para shumë vitesh, kam qenë në Greqinë atë kohë, ka qenë Rësler, në mos gaboj. Madje këtu po e shikoja kur i kisha marrë intervistën dhe ai më tha mua që kur kam ardhur, që jam bërë, kam kërkuar që të kem 7 vjet të qëndroj në politikë. Pse? Sepse nëse unë do të qëndroj 7 vjet në politikë, do të mundohem të zbatoj projektet dhe idetë e mia. Nëse do të qëndroj më shumë se 7 vjet në politikë, atëherë unë do të bëhem pengesë për mendimet e mira apo idetë e mira, për projektet e mira që kanë të tjerët. Ne këtu po vim vërdall, dhe ai e mbajti fjalën. U largua. Vetëm tutën dhe ne këtu po vim vërdall, kemi 34 vjet që po jo, se edhe shiko, se do të kthehem edhe juve tash. Edhe Edi Rama, kaq vite ka. Mban vota antarësisë. Tash mua s'më pëlqen. E kujt antarësia e PD-s? Vota në popull. Vota antarësia. Mandatë më çfarë? Pra pikërisht. Tani problemi vota e qytetarëve. Po ju se jeni votë, se jeni në shoqë. Problemi me Partinë Socialiste është aty dhe Ergysi e tha shumë drejt. Partia Socialiste nis shumë herë me favorizuar nga Partia Demokratike. Tu se tha Ergysi në fakt. E tha Ergysi që tha ta kesh dëshiruar. Jo, e tha, ja do të them unë çfarë. Që nis me favorizuar. Partia Socialiste është e favorizuar sepse duhet që të mbroj për shembull në Vlorë një rezultat me 8 mandate. A jemi dakord këtu? Pra është e favorizuar dhe do të synojnë një mandat të 9. Partia Demokratike duhet që të mbaj mandatin e 4. Dhe të synojë të 5. A jemi këtu? Në këtë kontekst jemi. Në këtë kontekst jemi. Jo se është e favorizuar dhe disfavorizuar, absolutisht jo. Që të dyja partitë kanë një konsum të jashtëzakonshëm në këto vite. Po ka në konsum. Po ka nëse Partia Demokratike është më e përçarë se kursot. Është më e përçarë se kursot Partia Demokratike. Ndërsa Partia Socialiste, ndryshe nga Partia Demokratike, është një detachment. Ka dhe diçka tjetër. Është i mbledh. I mbledh ai. Ka dhe diçka Partia Socialiste i mbledh. Edhe se nuk i mbledh Berisha? Po jo, re çfarë thoni tani? Njësoj ndryshe në të kundërt Partia Demokratike është e hapur këtë drejtim diskutimi. Ne kisha zgjedhur ndryshe edhe unë në diskursin, po të them edhe një herë, të lutem, e para njerë duhet ndajmë një gjë, të mos vëmë shenja barazie. Tani u fokusuam këtu dhe thua Partia Demokratike e bëre barazi me Partia Socialiste. Ka 12 vjet. Demokratike me Partia Socialiste. S'më vjen mirë. Ne për dy partitë më dha, po diskutojmë. Të dëgjojmë njëri tjetrin. Dhe unë përkundrazi,
Unë jam shumë dashamirës ndaj Partisë Demokratike. Jo, nuk e fare dashamirë dhe argumente që zi. Ata thotë... Po pse jo? Ja ta themu pse nuk. Çdo mendim që është kundër, është kështu, çdo mendim që është objektiv ose që mban një distancë të barabartë. Kush e përcaktoi që mendimi juaj është objektiv? E thoni ju? Po, Po dhe ti dot. po edhe ju se përcaktoni dot. Unë i them kundër argumente. Edhe ju se përcaktoni dot se sa objektiv apo jo objektiv jam unë. Se ne kemi ardhur për debat tani, po kemi ardhur për monologje këtu, më thoni kur e kam kohën e Ne monologut. debat po bëjmë tani. Ne po bëjmë Po debat. debati, se ky do të janë ndryshim, këtu tani unë i them unë bëj zhurmos, ai vazhdo të ndryshoj. Tani po jam tek zoti Stefa, dhe po i them. Ja kërkova që fillim bisedën. Nuk mund të vihet shenjë barazizmi midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Para një Partia Socialiste ka 12 vjet që qeveris, zoti Stefan. Nëse keni harruar, po rikujtoj ju. Me sukses. Dakor? Dhe të thoni Tash me sukses pa sukses kjo në diskutim tani. që Partia Socialiste është më e favorizuar, unë nuk e kuptoj pse duhet të jetë më e favorizuar pas 12 vjetësh. Po se i ka të gjitha Otidi, i ka të gjitha në dorë. Po si është argument? Nëse ne, po tani. Ky është argumenti kryesor. Nëse do ta bëjmë, Ky është argumenti kryesor. edhe një herë, nuk është o, adi po bollo. Po janë 7 parti. Tani o. Tani Zonja, kur të vendosni që të moderoni këtu, më thoni që mos të tani se. Jo, unë ta marrësh argumentin se do shkoj te një çështje tjetër. Ua kanë kërkuar që në fillim të bëj, se shiko, ata që s'kan argument bëj zhurmosin gjithmonë, që ta dini nga mua, edhe për studiet edhe lokale. Zërat i keni mbi vendosur, dhe ju i keni mbi vendosur zërin edhe Frosa. Mirë, kur të vendosin socialin, më thoni çfarë do të Filmi thash, e le Tirdin të bëj monolog me qytetarët 20 minuta i thash Frosa. Me shaka. mua më akuzoi, tani më akuzon dhe ti, okej, s'ka. Jo, unë nuk akuzova, unë dua kohën time. Mbyllim. Dhe më thoni kur kam kohën për të diskutuar, që të diskutoj. Unë dua diskutoj, sepse më dëgjojnë qytetarët. Më kanë mandatuar për diçka qytetarët dhe demokratët, dhe unë dua Është e trembur PS-ja? Është e trembur. Patjetër që është atë. Se nuk e shikoni. Ja shikoni zoti Mala që është përfaqësues i Partisë Socialiste. Mënyrën e komunikimit të qendrimit të qeshur si mund të jetë argumenteve që për të kuptuar se sa të orientuar janë dhe çfarë këta u japin qytetarëve ose çfarë këta argumenta kanë pro qytetarëve për qytetarët e shtetit. Ja kupton? E kemi me qytetarët. Jeni në 27 parti. Nuk e kuptojnë dot. Se fitoni. Mua më vjen që keni marrë, nuk fitoni dot. Më vjen shumë mirë që ju më keni fituar. Po mirë na Po jo. Vazhdo. Po tash me qytetarë do Nuk do të flasim kështu tani, ti fiton ai fiton. Jo, Lëre tani ta mbyllim. Atë që do të thotë. Po me letra mesazhe këtu se zoti Anushë, me letra mesazhe që po na ndjekin, edhe që e kuptojnë këtë situatë, s'ka problem. Unë jam shumë i qetë, do vazhdoj të bëj të përpiqem që të marr kohën time për të folur qytetarëve dhe jo për të folur zotin Mala, sepse zoti Mala nuk ka çfarë të them, sepse është një njeri indoktrinuar që e di që po të bësh zhurmusin në studio, ke bërë gjë më të mirë të mundshme. Tush me argumenta zotri, po jesh me argumenta, s'ka dëgjuar nga fillimi i bisedës me juve, nuk kam dëgjuar një argument të qëndrueshëm. Nga fillimi në fund me 5 fjalë të sakta që të thonë sepse njerëzit duhet i besojnë Partisë Socialiste. I besojnë për mirëqeverisje, ka 3 mandate në pushtet. Po, ka 3 mandate në pushtet. Ne ka fituar vetëm gjithmonë. Ju bëni koalicion. Po ka fituar. Ta mbarojmë tani zonja Mala. Ka bërë. Nuk vetëm 74 mandate. Ju bëni koalicion 27, 50 parti, ju prapë nuk fitoni. Nuk fitoni. E di qytetarët do. Qytetarët e din, Tani ta mbaroj atë goxha fjalë. Të dash nuk duhet të flas. Argumenta statistikor për zgjedhjet e 2021-shit, që dhe në 2021-shin 74 mandate. Po tani tham që do flasim zotria. Po jo pra jo s'kemi tani, nuk kemi debat, tani do flasim. Ta mbaroj fjalën ai dhe fol ti pastaj. Ore po fol ti pastaj të mbaroj zotria. S'ka problem. Unë mendova që thash që në fillim të bisedës që do kishin secili kohën e tij e ritheksoj. Që këtu kemi ardhur për bërë debat që na dëgjojnë qytetarët, jo për të bërë zhurmusin. Zotria ka vendosur bëj zhurmusin, shumë e drejtë është zgjedhja e tij, na gjykojnë përsëri qytetarët. Po thosha që edhe në vitin 2021 Partia Socialiste nuk I ka marrë votat për të qeverisur, pavarësisht mekanizmave që përdori për të prishur kodin zgjedhor dhe për të arritur në atë numër mandatesh që zotria citon, që ka të bëjë me prishjen e koalicionit para zgjedhor. Bashkë kemi bërë tani, se duhet shumica cilësuar apo jo. E ke bërë me atë kuvendin e korporatave që je mësuar të blesh edhe deputet. Po ti nuk e di se nuk e ke ndjer politikën aty. Ty të kanë marrë të thanë këtu je mirë fol kur do të pyesin edhe fol. Tani të lutem, kam mundësi ta mbaroj se nuk dua të kaloj në personale demokratike. Kam shumë politikë tani. Është disa herë që po të kërkoj në mënyrë qytetare.
Dhe ti po bën një figurë të keqe, po ta them ta dish, dhe do të gjykojnë edhe miqtë e shokut kur dalësh nga kjo studio, sepse ke qenë në fillim të këtij debati që nuk e thon asnjë gjë që duhet të thoja si kryetari i Partisë Socialiste. Po kjo është gjykimin tonë, nuk është gjykimi i tani. Të bëj kryetari i Partisë Socialiste se bëj dot është gjykimi tonë. Se bëj dot, se nuk kanë zgjedhur të bëj kryetari i Partisë Socialiste. Kanë zgjedhur të jetë përfaqësues i Partisë Demokratike në këtë tryezë dhe po jap edhe një herë argumentat e mi. Po them edhe rikthehem përsëri dhe insistoj të argumenti im. Në 2021-shin, Partia Socialiste e Shqipërisë, siç thot zotria, ka marrë 47.5% të votave. Që do të thotë që 52.5% e shqiptarëve që vajtën në kutinë e votimit ka votuar kundër kësaj qeverie, kundër kësaj mazhorance. Pavarësisht e kodit zgjedhor, të cilin eri theksoi kryetari i partisë së këtij, ai lideri global, me atë kuvendin e korporatave, prishi koalicione parazgjedhore që mos të ndodhte rotacioni. Tani ne që mos japim të kënaqësi këtij zotris, që mos të ndodhi përsëri rotacioni, po bëjmë këtë koalicioni që ju parashkruat në pyetjen tuaj, koalicionin parazgjedhor me Partinë Demokratike në krye të koalicionit për Shqipërinë madhështore, me 26 parti që të mos japim mundësi këtyre që ta me 47% të votave, të cilat nuk do t'i marrin më se këta do të zbresin në kuotën 40%, po them që mos t'i japim më këtyre zotrinve që duke mos pasur mazhorancën e votave në kuti, këta të qeverisin për shkak të kalkulimeve dhe përcaktimeve në kodin zgjedhor. Ky është thelbi dhe po për të mbritur te koalicioni. Ne kemi koalicionin dhe me partit dhe me qytetarët se këtu Një sekond, do flasësh, të lutem, ja ta mbaroj Atirti. U keq situa duke thënë që Rama ka thënë që ne kemi me qytetarë. Pse ne me kemi me këto partitë që kemi bërë kemi koalicion. Ky koalicion është një front i madh për të drejtuar qytetarëve, që qytetarët të na besojnë për të drejtuar Shqipërinë në 11 maj. Gjë e cila në këto momente është e qartë që do të ndodhi. Dhe mua vjen keq që edhe dy kolegët e tu analistë këtu, megjithëse zoti Alushi ishte shumë i qartë në atë që tha. Partia Socialiste do të tentojë të mbrojë 8 mandate, kurse Partia Demokratike është e destinuar të marrë 5 mandate. Dhe këta do ta humbasin një mandat, sepse kalkulimet elektorale, qoftë 2021, qoftë tani, tregojnë që këta mandatin e 8 e kanë marrë për shumë pak vota dhe ne mandatin e 5 e kemi humbur vetëm për shkak të këtij mekanizmi të cilin ne sot po e korrigjojmë nëpërmjet koalicionit të madh. Ky është shumë mirë. Tani përgjigjet edhe. Tani Tirdi tha dhe për koalicionin e sotëm, domethënë dhe pjesë e këtij koalicioni janë ata që kanë votuar kodin zgjedhor që zoti Hoxha thotë që bashkë me, nuk e di, jo me pjesën tonë, me korporatat. Korporatat janë lista tuaja, se janë lista tona. Ti bleve ata, po letani, bleu e lideri global, mori fudi në parlament, janë lista tuaja, ju gëzuar që janë lista tuaja. Po mos mësoj mua sa nuk e kisha me qytetarët, unë drejtojë janë shëri, janë kompani që keni jo sot koalicion, kanë votuar atë kod zgjedhor që është sot në fuqi. Nuk është problemi këtu. Sepse ju i keni koalicion atë gjë kërkoj ati që keni koalicion sot, jo Partia Socialiste. Kjo ishte përgjigja. Okej. Përgjigje shteruse dhe bince. Shkojmë tek. Ne që po flet me qytetarët dhe unë ju drejtoj qytetarëve. Po ju vetëm qytetarët nuk flisni ati nuk vjen keq. Ju flisni me korrupsionin që ka kapluar në gjithë sektorët dhe në gjitha institucionet që ju drejtoni, është vetëm korrupsioni masiv ku qytetarët nuk gjejnë as ide që trokasin, gjejnë vetëm arrogancë dhe kërkesë për rishvet, kaq. Po se kam gabimin e qytetarit që takoj për ditë ose më takoj qytetarët. Janë shumë të kënaqur nga ju. Si e komentojmë Ergys Metën, Ilir Metën, që nga Burgu deklaron që dal nga listat e mbyllura dhe jam në listat e hapura, sepse citon, nuk e kam bërë partinë për të bërë deputet. Është një drejtë e zotit Meta që të vendosi si mendon dhe çfarë mendon. Duhet të ketë një natyra e zotit Meta, natyra kokfort, rekbel, dhe mendon që i ka vota për të bërë vetë deputet. Ka vetë besim. Do shta mund tjetë edhe mund luaj edhe blofin në kuptimin e asaj të vazhdoj atë linje ti që unë jam i burgosur politikisht në mënyrë pa drejt dhe të vazhdoj me këtë linjë, por mendoj që është drejtë e tij të vendosi që të ashu. Në të për mua si akt, është pozitiv? Për mua është, në më të ndo ishte gabim që zoti Berisha të vendosi në listë sigurt të Partisë Demokratike. Dhe them që është më mirë kështu që ai të kandidojë vetëm, për të parë dhe ai forcën e tij reale, sepse unë mendoj që
ata njerëz që kanë mbështetur jashtë burgut, mos sa mbështetën kur është brenda burgut, nuk është se ka mundur një mbështetje. Unë nuk i besoj shumë se teorisë Stefan? e kanë futur në burg për të goditur politikisht për t'i marrë votat, sepse jam i shëndër mendimit që lajmi i mirë është ka filluar të funksionojë drejtësia në Shqipëri. Për mua personalisht mendoj që SPAK-u është i paanshëm për goditjet që ka bërë si Majtas si Djathas. Lajmi i mirë është prapë që do vëzhgoj në mënyrë maksimale zgjedhjet. Procesin zgjedhor të tërin. Të gjithin. Dhe duke vëzhguar procesin zgjedhor, unë them që do të minimizohen edhe këto akuzat që bëhen gjithmonë prak fushate që vode zgjedhjet, u ble vota, u piu gjaku, u bë kjo, u bë ajo. Do e thon prapë atë. Vetëm me dy fjali. Do e shkris SPAK-un për vitin. Atyre, të lutem, mos e ecim kështu. Jo mbete për të parë. Romuze. Unë them që është gjë e mirë që kanë filluar në Shqipëri funksionon drejtësia. Të gjithë dhe ne kemi qenë ata që para 3-4 vitesh thoshim me tjetrin kudo që po mirë, një politikan nuk shkojnë në burg, çfarë bëhet shumë. Sot që po shkojnë, fillojmë edhe bim tifozllokun që pse shkuan 3 ande dhe 2 këteja, pse vati 1 ande këtej 2, tani kanë radhën këta se u mor ky. Kjo nuk mund vazhdoj kështu më. Unë them të lëm SPAK-un të bëjë punën e tij, kush ka abuzuar, kush ka bërë korrupsion, drejtësia është aty, të vejë të vendi. Dhe qytetarët e marrin vesh të vërtetën që ka vjedhur, ka abuzuar, ka bërë korrupsion. Sepse edhe kështu nuk vazhdohet më. Me akuza që këtu domethënë është bërë nami. Ka plot probleme, ka dyshime. Absolutisht. Ka dyshime të qëndësishme, prandaj ka prokurori, prandaj ka gjykat që t'i gjykojë të gjitha, të hetojë dhe të marrë vendimet që dëshiron opinioni, jo politika. Jo, që janë të bazuara në ligj, duhet të thoja në fund, se nuk është çfarë dëshiron. Jo, që dëshiron, jo të hetoj thash. Të hetoj, prandaj është marrë vendimet çfarë dëshiron, thotë, megjithatë të dëshiroj. Duhet të bazuara në ligj dhe në prova. Po, ligj e prova, po patjetër. Dhe po të them se ju jeni gazetari vjetër edhe keni djegur politikën. Të duket ty e çuditshme zoti Alushi që presidenti i Lirisë meqenëse ishin te Ilir Meta grabitet në mes të rrugës në atë forum dhe Erion Veliaj zgjidhet që të shoqërohet me makinën e tij deri në drejtorinë e policisë. Ka ndonjë diferencë kjo? Jo, po ka diferencë. Në mënyrë që humor ish presidentin për mua nuk ka qenë drejt, nuk ka qenë normale. Okej, në ja ky është dy standardi që ne kundërshtojmë. Pa që të hetoj prokuroria, shumë mirë të hetoj, që të gjykojë gjykata patjetër. Kjo është zgjedhje pasaj organeve që i mbajnë nisma tilla. E pra, po këtu është dy standardi që ne pretendojmë dhe themi që ka dy standarde të cilat kur shkon do pamje në rrugë, nuk i vin mira të turshme të frikshme, sepse në fund ti nuk po e ndaloj atë një tentativë për të larguar, ai ishte në Tiranë, s'ishte nevojshme për të bërë ato skena me kapuça, kur ndërkohë ky tjetri përzgjidet që të shoqërohet ky zotria tjetër. Dakor? E kemi skenën të freskët. Dhe për të ne duhet mendoj unë, ne mas jemi dhe jemi palë politike dhe ndofta edhe nga alianca që kemi partinë e Lirisë. Besojmë se procesi do monitorohet dhe do shpëtojmë nga këto fjalët, këto fjalshat u vodhën, vodhi ky, vodhi ai. Unë do t'i kthesha pak për 2 sekuenca asaj pyetjes që bët ju në lidhje me Ilir Metën në listat që kërkojnë të dalin në lista hapur. Përveç rrezikut që ka të një pjesë shumë të madhe të papëlqyeshmërisë që ka në radhë të demokratëve Ilir Meta, unë besoj se në këtë rast, nëse do të dalin në lista të hapura, edhe mund të ndihmojë Partinë Demokratike duke marrë një mandat me mbështetësit që ai ka. Por këtu ka edhe një rrezik tjetër, se nëse do të kërkojë që të dalin në mandat në lista hapur në Tiranë, do të spostojë një demokrat dhe do të ketë edhe 2 kandidatë siç ka Erisa Xhixhon dhe këtë praktikisht nuk i ka dhënë 8 mandate koalicionit, këtyre partive aleate, po i ka dhënë 9 ose diçka më tepër. Kjo është e para. E dyta, nëse do të flasim për po gjithsesi, nëse Meta edhe mundet që të siguroj një mandat, një numër të madh votash, të cilat antarët e partisë së LSI-s të jenë të demotivuar dhe të mos votojnë etj. Pra edhe mundet të motivoj, edhe të mobilizoj, të grumbulloj ato vota të paktën në Tiranë. Nga ana tjetër, në pyetjen që juve bët për punën e drejtësisë, unë jam shprehur edhe publikisht në të gjitha daljet e mia që unë besoj te kjo drejtësi e re. Pavarësisht defekteve që mund të ketë, pavarësisht disa vonesave që mund të ketë, pavarësisht një perceptimi të gabuar që po jepet, që po godet në mënyrë asimetrike,
po godet një në parti dhe s'po godet partin tjetër, ose goditi një parti. Unë besoj se dalja e prokurorëve të SPAK-ut për të kontrolluar ditën e zgjedhjeve, pra për të hetuar bashkë me BKH-n të tjerë, unë mendoj se është një sinjal jashtëzakonisht pozitiv. Jo vetëm ditën e zgjedhjes, do monitoroj dhe gjatë gjithë kësaj periudhe, po për mua patjetër, për mua është jashtëzakonisht pozitive. Pse? Sepse mund të ndodhi që do të bëj që të ketë një minimizim. Nuk do të them zhdukje, sepse nuk zhduket asnjëherë, sepse dhe në vendet më demokratike ka grabitje në një mënyrë ose një tjetër të votës. Por mendoj se dalja e saj është një impakt pozitiv dhe u jep një mesazh të dy partive që keni kujdes, sepse nëse po jo të dyve prapë jep qeverisë, pse të dyve? Dakord, po e lë, dakord, pse ta vësh gjithmonë shenjë barazimin zoti Stefan? Unë këtu kuptoj. Por nëse del SPAK-u për të monitoruar përdorimin e administratës, të fondeve publike, të bandave, të këto kujt janë vërtetuar? Këto janë vërtetuar qeverisjes apo jo? Po si përdor do të pozitë. E lëm, atëre do monitoroj qeverinë. Po qeverinë ka dakord, e lëm që ti kthehemi këtu, që mos u bëjmë debat se zgjatemi te kalojmë limitet e kohës. Është jashtëzakonisht pozitive që të dali. Jepet një mesazh që nuk do të ketë më dhe me SPAK-un dhe me drejtsinë e re, unë besoj se fundi askush nuk është i pandëshkueshëm. Faleminderit shumë. Ju faleminderit ty që na ftuat edhe na krijuat hapësirën për të bërë debat, për të zënë me njëri tjetrin. Në thojza gjithmonë. Për të përcjell mendime, debate, argumente gjithmonë të këtij spektri, të spektrit politik, të fushatës zgjedhore, që është në prag, ndërkohë që ne folëm. Të gjitha këto janë shenja që Shqipëria po fillon një përmendim tim një epokë të re. Pa diskutim. Dhe të fushatës zgjedhore, dhe të zgjedhjeve, dhe të demokracisë së vendit, dhe të zhvillimit të ardhmës. Jemi 2025. Unë them që më fund ka ardhur koha, ka ardhur momenti. Dhe me që kuptohet pas jemi të majtë më them që me ka mendimi që gjitha liderët që kanë qeverisur Shqipërinë në këto 30 vite mendoj që do jenë dal nga dal duke u të requr. Pastaj se si do jetë të reqë. Shiko, të gjithë liderët e skenën politike në Shqipëri po bëjnë atë që ta përmbledhim, po janë duke kontrolluar rënien e tyre. Po e kontrollojnë rënien e tyre në një mënyrë të tillë që të kenë trashëgimi, dhe është normale. Por ta ruajnë trashëgimin. Shqiptarët duan që të kemi një politik të mirë, politik për qytetarët. Fushat për të fituar nuk kontrollojmë rënien. Këta po mund ta kenë, u thash për liderët. Rama në konsumin e tyre. Po lideri Rama, po nëse keni ne kemi për frikë me liderin tuaj. Unë ju falenderoj. Po nuk është çështje moshë, është çështje mentaliteti. Ne mentaliteti ju nuk e kuptoni. Nuk e kuptoni. Frosina nisi emisionin nga e para tash. Aty do të falenderoj. Unë të falenderoj shumë, edhe që më bërë pjesë e debatit edhe të si moderator. Se kjo... Të falenderoj. Po më shumë nga regjia që të ka folur më shumë Tirdi. Pa tjetër me thashën në anësi gjithmonë. Që shumë mos ta ketë merak. Jo, ai nuk tha që nuk më la të flisni, apo jo? Ai tha më mbi vedosët zëra. Ergus Alushi të falenderoj. Frosa s'ke shumë të drejtë sepse më shkruajtë mesazh, miqtë e mirë më thanë ore të kanë dhënë mikrofonin, nuk e di. Ne me këto do merremi tani, më shkruajtë mesazhe, dërgova mesazhe. Do normale në fushat tani këto. Unë besoj se ju kënaqët Atir Doxha dhe Adi Malaj dhe besoj kur ne të kemi një ftesë tjetër në momentet kur të filloj fushata, kur të nxehet, ju besoj do vini përsëri. Po patjetër, derisa erdhi doli herë e parë. Apo jo? Patjetër. Unë bile gjej rastin këtu se kam përmendur edhe në një televizion tjetër, më fal se ndofta edhe koha televizive është duke përfunduar, që kam thënë për fat keq, ne në këto vite opozite nuk kemi pas asnjëherë përballë përfaqësues të mazhorancës, edhe për të rastin befasova në fakt, befasova edhe miqësisht e pyeta edhe zotin Mala jashtë kamerë, i thash ore keni marrë leje, i thash jeni sot prezant në këtë se mos u tërheqi vrejtje. Mala i ka folur gjithmonë, flet, nuk e pyet partin. Nuk e dëgjove argumentin. Nuk e pyet partin. Sepse i ka marrë çit intervista prandaj. Ardi Stefan faleminderit. Unë jam i mendimit që tu bëjmë dhe një thirrje, ne që kemi të kryetarin e partisë dhe kryetarin e socialistëve. Jo, këtë thirrje s'mund ta bëjmë dot se ne jemi të depolitizuar. Të kemë faqesues të tyre, si po dia si po se. Mos mbetet vetëm me një zë. Se kur është me një zë, nuk kemi dhe çfarë themi, nuk dalin as problemet. Dhe debati është gjithmonë i mirë. Ja, drejtoj ju atje. Duhet ta kuptojnë të gjithë që debati është gjithmonë i mirë. Mos keni as merak, as një frikë. Atë që ke thuaje se
Nuk të gjenë gjë. Të nderuar shikues, ishim bashkë në këtë studio politike, në këtë emision të parë. Unë ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët dhe ju ftoj nesër në mbrëmje përsëri të ndjekim studion politike këtu në Blu Televizion. Faleminderit dhe natën e mirë. Juve ju thash faleminderit.